Të nderuar shikues, jemi rikthyer se ndonjëherë ndodh që më shumë njerëzit flasin në pushim kur foten këto reklamat, se sa kur ulen në studio. Pse si mban ndezur këto kamerat edhe në pushim? Bëhet si fevzo. Po i ndesë ndërmeksin, ndes këtu. Tani jemi rikthyer dhe strisha e kësaj pjese, që mendoj më së rëndësishme do të vijoj dhe më pas, pse fitoi Edi Rama. Në këtë pjesë emision do të përpiqemi të bëjmë një analizë të rezultatit të zgjedhjeve. Të ftuar në studio, siç ju thash, është Arlind Qoj, kryetari i Lëvizjes Bashkë. Mirëmbrëma zoti Arlind. Mirëmbrëma. Unë të kam thirrur ty, vazhdimisht kam thirrur, por këtë radhë kam thirrur në fillim për të dhënë një mendim. Kanë kaluar tani disa orë, mund të themi. Njeriu fillon dhe ftohet dhe fillon të thotë çfarë ka parë dhe çfarë ka kuptuar ai. Mua më intereson shumë të di se ç'është mendimi tënd për këtë që sapo kaluam zgjedhjet. Metrona Zarko, mirëmbrëma, faleminderit. Ergjys Mërtini vijon tjetër. Andi Bushati, faleminderit. Bushati, me gripin mirë. Mbahemi. Me këto trafiqet jemi... Po trafiqet kanë ardhur bashkësia ndërkombëtare. Në studion 2, Sebastian Zonja vijon të ndihmoj mua dhe bashkë të koordinojmë. Sebastian, çfarë ka ndodhur me majorancën dhe opozitën në këto zgjedhje? A kanë paturitje apo janë ulur në numër votash? Dhe nëse ke dhe ndonjë paraqitje grafike që t'ia shpjegosh njerëzve me njëherë. I kemi bërë gati dhe grafikët yll, regjia nëse ka mundësi në këto momente që të ne i paraqes, sepse i kemi gati grafikët sa i përket Partisë Demokratike, Aleanca Shqipëria Madhështore dhe Partisë Socialiste në këto zgjedhje. Nga informacionet që vinë nga KQZ-ja, të dielën votuan 1.46 milion banor, rreth 200.000 më pak se 4 vjet më parë. Partia Socialiste ka rënë me 35.000 vota, ndërsa 107.000 votat që kishte Lëvizja Socialiste për integrim nuk dihet se ku kanë përfunduar. Kemi bërë këtë grafikun votat brenda vendit sipas partive, zgjedhjet në vitin 2021 dhe në vitin 2025. Po të shohim në vitin 2021 që është kolona gri, kemi 768.134 vota për Partinë Socialiste, ndërsa këtë vit kemi 733.446. Po të shohim vitin 2021 për koalicionin e Partisë Demokratike, kemi 622.187, ndërsa në vitin 2025 kemi 481.903. Kemi gjithashtu edhe grafikun tjetër sa i përket partive të vogla apo të reja për zgjedhjet. Disa prej këtyre subjekteve nuk kanë garuar në 2021, por për shembull, sa i përket nismës Shqipëria bëhet, kemi 10.217 vota dhe 29.421 deri në çastin që ne bëm grafikun. PSD-ja është 35.475 vota në vitin 2021, ndërkohë sot është 27.513. Po të shohim Partinë Mundësia, është 23.029 vota, Lëvizja Bashkë është 20.273, ndërkohë edhe partitë e tjera. Më herët kanë qenë 35.000, ndërkohë kemi edhe 11.000 që janë sot. Duhet theksuar diçka faktikisht që pavarësisht se Partia Socialiste ka 52% të votave, ka siguruar thuajse 3/5 e parlamentit shqiptar, me rreth 800.000 vota apo 52%, në qofse me këtë kod që ne kemi, që është proporcional rajonal, pra ne jemi me 12 qarqe, nëse do të bënim një përllogaritje tjetër me atë që mund ta quanim proporcional kombëtar, pra do të merrnim numrin e personave cilët shkuan në votime, do ta pjesëtonim me 140 që është numri i deputetëve dhe do të na dilte se sa vota duhen për mandat. Nëse do të bënim këtë lloj forme për të parë fuqinë e votës qytetarëve shqiptar, atëherë Partia Socialiste do të ishte në kuotat e 73 apo 74 mandateve. Partia Demokratike do të shkonte në kuotat 28 apo 29 mandate, me rreth 33-34% që ka, dhe subjektet e reja apo të vogla politike, po t'i quajmë, Nisma, Mundësia apo Lëvizja Bashkë, do siguronin se cila nga 2, 3, 4 apo 5 mandate. Pra, kodi në vetvete duket se ka favorizuar partitë e mëdha dhe ka disfavorizuar partitë e vogla.
Formula dohont që përdoret në këtë lloj rasti është e vitit 2008 dhe kemi në vijimsi ndryshime të kodit zgjedhor. Në sa votat e marra nga partitë e vogla, në sa mandate do të përktheheshin? Nëse do të shihnim mandatet, Nisma Shqipëria bëhet mund të shkonte në kuotat e 6 mandateve, Mundësia mund shkonte mbi 4 mandate, pra po marrim minimalen, do të shkonte në 10, Lëvizja Bashk e zotit Qori që ju e keni në studio mund të shkonte në 2 mandate dhe koalicioni Euroatlantik i zotit Basha mund të merrte 2 mandate. Pra do të llogariteshin në 14 deri në 16 deputet partitë e reja. Faleminderit Sebastian, vijojmë. Atëherë, zoti Arlind, a mund të më japësh një pasqyrë ç'është mendimi tënd për këto zgjedhje që kaluam? Tani unë, enkas nuk jam shprehur deri më sot. Paradoksi është që këto ditë kanë pas shumë ftesa televizive, si asnjëherë më parë. Se zgjedhjet kaluam, kështu që iku rreziku. Rrezikshëm. Rreziku mbaroi dhe ti Edhe në fakt Jo, po është dhe interesante këshëria kur shef që s'ke fituar aq shumë. Edhe duan tash të vënë cepë dhe të thënë ç'do thuash ti. Jo, edhe s'ka rrezik. Më kanë ftuar. Perverse televizion, edhe nga ata që ishin harruar prej muajsh tër, pa më marr, më jep një qendrim, më jep gjithçka, dhe unë gjithmonë i thoja që prisni, do mbaroj procesi numërimit votave, do mbajmë një konferencë për media, do japim një qendrim publik dhe pastaj sigurisht mund dalim edhe në media. Dhe sigurisht kjo lidhet edhe me faktin që tani për tani, në këto momente që unë do flas, mendimi im nuk do ketë njëjtin efekt që ndodh përpara zgjedhjeve. Ky rezultat, me thënë drejtë, mua më ka habitur. Nuk e kam pritur që Partia Socialiste të merrte kaq shumë deputet. Unë e di që në vendin ton ka marrë ferra uratën, në shumë kuptime të fjalës, korrupsion, kapje shteti, presione, blerje votash, apo çfarë duash ti. Po prapë se kam besuar që zullumi nuk mund të arrijë deri në atë pikë sa një parti në pushtet, mas 12 vitesh qeverisjeje, ku çdo vit është më i keq se viti para rendës, të thelloj rezultatin e vet. Për lëvizjen bashkë që unë kryesoj, ky është rezultati minimal që ne prisnim. Domethënë, po të pyesje mua para zgjedhjeve, do thoshe që minimumi që ne mund të arrijmë këto zgjedhje është që të zgjedhim një deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Ja kemi arritur këtij objektivi minimal, doni më shumë pa diskutim, meritonim akoma dhe më shumë patjetër. Mirë po në kushtet e një gare thellësisht pabarabartë me të gjithë pothuajse, jo vetëm me PS-n dhe me PD-n. Një garë ku ne sigurisht nuk financohemi nga oligarkët, nuk marrim para as nga shteti, nuk kemi gangster, shumica dërmuese e mediave na bojkotojnë dhe bëjmë fushatën me biçikletë në këmbë dhe me autobus. Ky rezultat është prapë se prapë një shenjë mjaft e rëndësishme se mund bëhet politikë komplet ndryshe nga ç'është bërë 30 vite në Shqipëri, dhe kjo politikë komplet ndryshe e sjell një rezultat institucional. Pra arrim që 24.000 votues, sepse dua ta korrigjoj Sebastianin, sepse ai ishte referuar vetëm votave që janë hedhur në Shqipëri. Bashkë me votat e diasporës, rezultati ndryshon për gjitha partitë dhe Lëvizja Bashkë ka arritur pothuajse pragun e 24.000 votave. Dhe sigurisht vazhdon numërimi i votave të diasporës. Unë mendoj që në këto kushte kemi marrë një rezultat dinjitoz. Gjithsesi pyetja shtrohet. Përse kemi një thellim të numrit të deputetëve për Partinë Socialiste dhe për Edi Ramën? E para, dhe u besoj që këtu është kollaj të biesh në një mendje, kjo është një parti që i ka të gjitha pushtetet. I ka të gjitha pushtetet në një vend ku ndarja dhe drejtpeshimi pushteteve në rastin më të mirë është të jeti brisht. Në rastin më të mirë. E në rastin më të keq, zërës se ekziston fare. Pra, të kesh pushtetin ekzekutiv, legjislativ, kombëtar, lokal, në një vend ku pushteti ushtrohet në mënyrën më të mbrapsht të mundshme, të siguron një avantazh më të madh se sa dizavantazhi që prodhon pakënaqësia shoqërore. Nga ana tjetër, është një parti që ka mbështetjen kryesore të oligarkisë ekonomike, ka shumë para, mirë po nga ana tjetër ka ditur edhe të luaj nga pikpamja strategjike. Dhe këtë nuk kemi pse ta mohojmë. Edi Rama ka qenë i suksesshëm në këto zgjedhje që të rikrijojë gogolin, bufin ta quajmë, të Sali Berishës,
Si po mendoja sot, është hera e parë mbas vitit 2013 që Edi Rama ka sërish përballë Sali Berishën, drejt për drejt. Se ka pasur as në 2017, Lulzim Bashën, as në 2021, prap Lulzim Bashën, madje as tamam dhe në 2023. Në 2023 Lulzim Basha kishte vullën dhe siglën e partisë, ndërkohë që Berisha hynte si outsider me një koalicion. Dhe ja ka dalë për muaj të tërë që ata qytetarë shqiptarë thellësisht pakënaqur me qeverinë, që dikur kanë votuar Partinë Socialiste, ti bind se ekziston një rrezik imagjinar se Sali Berisha do të vinë pushtet dhe kësaj da ka shtrënguar radhën. Po ashtu, partia në pushtet ka një avantazh në raport me partitë e tjera. Unë i kam ndjekur debatet për listat e mbyllura apo të hapura të partive. Edi Rama, duke qenë pushtet, ka pas privilegjin të hedhë në garë të hapur personat më të fortë brenda partisë vet. Jo më të fortë në kuptimin parimore, intelektuale. Pata kafshët e votave. Në çdo pikë. Njerëz të hurit e të litarit, maskarent, ata që prodhojnë vota për veten e tyre. Pra ka pas komoditetin, duke pasi pushtet shumë të madh, tu thot këtyre, çfarë janë këta rakipët e ky Dajti, se më hiku emri, Qefalia, Erion Braçe, ministrit Brëndshëm, Lendit, Gonxhe, se kështu. Do të thënë këta hujtë e vjetër e trinj politikës, këta që të kafshojnë edhe në qafë, po nuk edhe votën, lere më të tjera, ti hidhte te lista e hapur, e ti thoshtë tani vlezër hauni me njëri tjetrin, futjen edhe me grushta njëri tjetrin, si që bën diku aty në një qendër numërimi, sepse ju duke shqyrë njëri tjetrin, do gjeneroni vota për partinë. Asnjë parti tjetër nuk e ka pas këtë komoditet që ta bëj këtë punë, dhe kjo, besoj unë, i ka sjell një avantazh tjetër Edi Ramës. Por, gjithsesi avantazhi më i madh i tij ka qenë se ka krijuar perceptimin shoqëri, një pjesë konsiderueshme shoqërisë, jo tek të gjithë, sepse vërtet ajo që partitë e reja, për shembull, në Shqipëri kanë marrë sot një rezultat, po ti mbledhësh, që s'ka ekzistuar më parë në termat përqindjes. Kjo tregon që një 10 më shumë përqindës i shoqërisë shqiptare ka votuar kërkon ndryshim, dhe është hera e parë që në këto zgjedhje ndodh diçka në historinë e pluralizmit shqiptar, ndodh diçka e tillë. Po gjithsesi ka arritur të krijojë te pjesa tjetër e shoqërisë shqiptare një ndjenjë të thellë, shumë se 10%. Sa i bie eksakt? Po në Tiranë më shumë se 10%, në Shqipëri jam i sigurt. 80% ishin partitë e reja të gjitha. Në Shqipëri është më pak, mos gaboj. Jo, 10 po ishin. Po të futesh 3 partitë e reja, se po i futet gjitha, të futet Tomdoshit thua ti tani. Jo, përveç Tomdoshit dhe PDSPS-s, gjithë tjerat kanë qenë 10%, 80, ndoshta. Okej, ndoshta. Në Tiranë më shumë, në Tiranë sigurisht. Unë mendoj që janë më shumë ata që duan ndryshim, se unë mendoj që edhe ata që duan dalë edhe te kjo. Edi Rama ja ka dalë që një pjesë e shoqërisë shqiptare ta bëj thellësisht pesimiste dhe i thotë që në fund fare ju keni vetëm 2 alternativa. Pavarësisht simpatisë, dashamirësisë, përshëndetjes në rrugë, ju keni vetëm 2 alternativa. Të keqen dhe të keqen. Dhe midis këtyre 2 këqijave, thirrini historisë tuaj familjare, thirrini nostalgjisë tuaj, edhe zgjidhni atë të keqe ju duket çik më pak e keqe se tjetra. Unë dhe ju ftoj të mbesoni për këtë gjë, dhe do marr si pikë referimi rezultatin e lëvizjes bashkë. Ne folëm përpara sa kishin filluar të hapeshin kutit bashkë, ylli, edhe unë thash që jam goxha optimist dhe isha vërtet optimist, dhe arsyeja ishte që s'kisha parë kur kaq shumë solidaritet, simpati në rrugë, prej muajsh të tërë. Dhe mendimi im ishte që nuk ka se si një simpati dhe solidaritet i tillë mos kthehet masivisht në vota. Është kthyer pjesërisht në vota, por nuk është kthyer masivisht në vota. Çfarë ka ndodhur? Ndoshta e njëjta gjë ka ndodhur edhe të tjerëve që kanë drejtuar parti tjera, po unë flas për përvojën time. Ajo që ka ndodhur mendoj unë është që shumë njerëz me dëshirën e mirë, me simpatinë, me mendimin që s'është keq ndryshimi, atë momentin e fundit kanë thënë jo. Se dikush më ka premtuar që do më mbajnë punë ose do më fusin punë. Dikush më ka premtuar një legalizim, një favor të vogël, një falje gjobe. Pra, një lloj, le ta themi, kalkulimi ngushtë, pa e pasur në vëmendje panoramën e gjerë të asaj që do ndodhë në Shqipëri. Dhe unë kam bindjen që një pjesë e mirë e njerëzve që kanë votuar Partinë Socialiste në 11 maj, kur kanë parë rezultatin, kanë thënë kemi gabuar, kemi gabuar. Do të thënë, sikur të bëheshin zgjedhjet sot. Prap, sot. Edi Rama nuk del aq sa del. Ka një ata kanë votuar me idenë që do marri 72-73 amansat mos jetë Sali Berisha, ose amansat siguroj këtë gjëntimet vogël. Po kur kanë parë këtë mbi pushtet, që
ky tani praktikisht mund të bëjë çdo gjë, me 2-3 deputete të Omdoshit, ka në mos shumicë kushtetuese ka mundësinë të ndryshojë kodin zgjedhor të bëjë shumë gjëra tjera. Shumë nga ata qytetarë që mund të kenë pas simpati para zgjedhjeve për diçka të re, por nuk kanë pas besimin e mjaftueshëm, apo shpresën e mjaftueshme që mund ndryshojnë gjërat, tani besoj thon vetes, prit se ndoshta kemi gabuar. Dhe kjo është ndoshta ajo dritare e vogël shprese në shoqërinë e sotme. Që ai rezultat nuk është real në kuptimin e besimit. Pra nuk është se ka 83 në 140 shqiptar që thonë bravo Edi Rama se e ke bërë Shqipërinë baçe me lule. Po t'ishte kështu, po, do kishte vend për dëshpërim, edhe hajde shtrihemi të gjithë barka apo marrim rrugët e emigrimit. Po unë besoj që ajo është një vot më shumë pasiviteti. Pa është një vot pa besim, pa qenë, le të themi, shumë i bindur për atë që po bën. Dhe kjo është, po them edhe një herë, ai shteg i vogël i shpresës që na bën që të mendojmë se vendi ynë mund të bëhet shumë më mirë nga ç'është sot. Qartë. Ka një më shkruajnë që raporti aty është shumë i shpërfjestuar asaj që ti morën në zgjedhjet lokale me këto. Mos vallë zgjedhjet politike janë një gjë krejt tjetër. E shkurtër fare kjo. Ka një ndryshim. Ne kemi marrë në zgjedhjet lokale, rezultati ynë në këto zgjedhje, në qarkun e Tiranës është midis rezultatit tim për kryetar bashkie dhe rezultatit të lëvizjes bashkë për Këshillin Bashkiak. Dhe ne jemi rritur në raport me rezultatin e partisë në Këshillin Bashkiak Tiranës, por kemi rënë pak në raport me rezultatin tim si kandidat për kryetar bashkie. Mirë po, rezultati si kandidat për kryetar bashkie është i ndryshëm nga rezultati i zgjedhjeve, sepse është komplet lojë tjetër politike. Unë si kandidat për kryetar bashkie kam pas 5 rival. Sot si kryetar partie, Lëvizja Bashkë ka pas 10 rival. Dhe ka pas rival për zgjedhje parlamentare. Tani të themi një tjetër është shumë e rëndësishme, besoj unë, tani është shumë e rëndësishme në një pikpamje tjetër, në një pikpamje të organizimit i një partie fare të re, Arlind. Mos keni bërë gabim, ju tani nuk jeni në parlament. A ka gjasa që Redi Muçi të luria mandatin. Them të drejtën shumë njerëzit kanë shkruar kanë votuar për Arlind Qiorin. Redi Muçi ndjer shumë i mirë, zotni, unë e kam pasur disa herë në studion time, por ndoshta ky është një gabim taktik i çuditshëm është pak si. Ndoshta është një gabim. Unë mendoj që është as gabim taktik, as gabim politik. Jo, gabim politik, jo, po taktik, unë mendoj që është sepse, ja, një sekund. Njerëzit, shumë në lagjen ku kemi votuar ne, kishte shumë vota për ty, të pesa. Realisht kishte shumë vota. Por, njerëzit shkone të votojnë aty për Arlind Qiorin. E them në një Redi, djali lartë shumë, por ka një problem të këgjen. Si ka mos jetë deputet kryetari partisë, se nëse do punosh ti, do punosh 4 vjet tjera për të ardhur, ta ndori Redi atje dhe ti çfarë do bësh? Do dalësh vish vërdall jashtë. Ti si kështu lider shpirtëror. Ti duhet të përfaqësohesh. Ja ta them. Se mund që duhet të përfaqësohesh. Ne po e bëjmë analizën edhe me veten tonë, po e bëjmë shkurtër ka mund edhe publike. Një nga arsyet, kanë qenë shumë arsye pse unë s'kam qenë i pari në listën e Lëvizjes Bashkë. Një nga arsye pse unë kam qenë i dyti në listën e Lëvizjes Bashkë, që ne ti motivoni maksimalisht simpatizuesit tanë që të votoni për Lëvizjen Bashkë. Sigurisht që kishte riskun e vet, siç mund të kishte avantazhet e veta. Dhe unë mendoj që në një situatë ku PS-ja, mos harro, ka marrë 83 mandate. Po të më pyesje mua përpara, sigur PS-ja të marrë 83 mandate, do fitoj në deputet Lëvizja Bashkë, do thoj asnjë tjetër s'ka për të fituar. Qose PS-ja mendoj do marrë 83 mandate, ne të ikim shtëpi. Sepse gjithë te mendonim që në rastin më të mirë do marrë 73 dhe i mbetëm kësaj. Shumë e radhë, prit njerë. Që të thotë, në këto kushte, ku PS-ja ka bërë nami, me pushtet, me parametre, në kushtet ku edhe rivalet tanë, mes partive të reja, ka pas 10 trafish më shumë para, 10 trafish më shumë forca materiale dhe hapësirë mediatike, ne ja kemi dalë me këmbë, me bicikletë, me çarçafë. Ma mbush mendjen. Me çarçafë të zgjedhin njerëzit kanë shkuar në votime në parlament. Dhe ti e merr votën, jo, ti e merr votën dhe prit. E çon te dikush tjetër. Përveç që nuk ke interes për këtë gjë. O zotëri. Paleo arsimimi deri në fund. Jo. Po do vim edhe ajo që po se kuptoj unë. Do vim edhe ajo që. Ylli ka drejt tu.
Sepse duket sikur ti ke bërë këtë se ke një kompleks, për të thënë njerëzve që unë s'dua pushtet dhe unë ja shikoj unë dali dyti. Nuk është vetëm kjo. Unë ta kesh të kompleks. Nuk është vetëm kjo. Nuk është vetëm kjo, sepse e para edhe deja me pushtet nuk është gjë e mirë. Po pra, jo mos është deja se ti s'ke marrë akoma. Nuk e marrë akoma, mo. Më lejo ta shtyj analizën. Marrë akoma pushtet. Kur ne kemi marrë këtë vendim, kemi bërë një analizë politike, sigurisht. Kemi parë faktorët pro kundër e kështu me radhë dhe kemi marrë këtë vendim. Dhe një parti serioze dhe një drejtues politik serioz i qëndron fjalës vetë, më kupton. Pra, ne kemi thënë që në ditë mirë dhe në ditë keqe, ne do i qëndrojmë asaj që kemi thënë, edhe sikur e gjithë bota tjetë kundër, ne do i qëndrojmë fjalës tonë se kjo është shumë e rëndësishme. E dyta, unë mendoj që Redi Muçi dhe të tjerë lëvizjen bashkë kanë jo vetëm i përgatitje intelektuale jashtëzakonisht mirë, por kanë dhe një talent politik. S'ka dyshim, Po prit. Po mos e vëmë. Mënyra se si ata do t'i realizojnë potencialet e veta është pikërisht kjo. Redi, po të mos ishte kandidati parë për Tiranën, ti nuk do të kishe ftuar në studio. E ftove për këtë arsye. Jo, unë e ftova sepse ai ka vlerë. Dhe ai në studion tënde ka shkëlqyer. Do të marr një rast tjetër. Kandidati jonë e tretë për Tiranën, më dëgjoj. Kam dyshime për këtë punë. Më dëgjoj diçka tjetër. Por po them që polarizimi në Shqipëri është i tillë që njerëzit shkuan në kutitë e votimit për të votuar Arlind Qorin. Fushatën elektorale, ja një sekondë. Fushatën elektorale të 11 majit, ne kemi një popull që është i orientuar të një polarizim total. Në fushatën e 11 majit dolën dy njerëz të cilët nga mëngjes deri në darkë u recitonin shqiptarëve Vjersha, Pralla, Barsaleta, çfarë duash ti? Antiteza e tyre jemi ne. Që s'bëjmë Barsaleta, që nuk shajmë njëri. Po kurse tani jeta nuk është aq e gjatë. Jeta nuk është aq e gjatë. Struktura dhe mbeso diçka tjetër. Po të merr një shembull tjetër. Kandidati jonë e tretë për Tiranën, Bora Mema, ka pas 2-3 dalje televizive të jashtëzakonshme. Dhe është bërë e mundur kjo gjë, dhe njerëzit ta vlerësojnë për shkak se unë kam bërë një hap prapa, krahasuar me ta. Pra ky është një investim afatgjatë lëvizjen bashkë, në mënyrë që ato talente politike, ata njerëz me potencial shumë të madh politik, që deri më sot nuk kanë pas mundësinë shprehen, sot do të kenë mundësinë shprehen. Dhe lëvizja bashkë të premtoj, prej shtatorit e tutje, nuk do të ketë vetëm një kal karroce, që kam qenë unë, do ketë 2 kuaj karroce. Publikisht. Pa do jem unë, se unë do vazhdoj të jem kryetari i partisë, derisa të më përzon anëtarët e partisë. Pa qoftë se nuk përzon anëtarët e partisë, unë do vazhdoj në këtë punë. Nuk përzon njeri anëtar partisë. Po edhe mundot, se një parti demokratike, do t'i kishin vrarë këta që kemi. Partiti me organizim demokratik, s'është problem fare, mund ta përzon dhe kryetarin, qoftë se mendojnë anëtarësia që ke dështuar, dhe mirë bëjnë të përzon. Po them, qoftë se nuk ndodh kjo, unë do vazhdoj të jem kryetari i lëvizjes bashkë dhe do vazhdoj të jap kontributin tim me të gjitha forcat jashtë kuvendit, duke bërë gjithçka që kanë bërë deri më sot. Dhe Redi Muçi do të bëj luftën tonë brenda kuvendit. Dhe ne do jemi. Jemi 2 kuaj karroce që do të rreheqin fuqi. Unë e shikoj si një handicap këtë. Për vetë personalisht kam një problem. Shumë njerëz e shikojnë si till. Do më jepi të drejtë nga shtatori e tutje, ju siguroj. Ja, të hapim kështu bisedën tani, që të kalojmë edhe të ftohet e tjerë. Tani Bushat, si konsideron në rezultatin e thellë që ka marrë Edi Rama? Pse ka ndodhur dhe çdo të thotë për vendin një mandat i 4 për Edi Ramën? Për mua s'kishte një surprizë, sepse isha i bindur që do kishte votime dhe jo zgjedhje. E ke thënë vazhdimisht. Dhe në farë mënyre doli. Çfarë doli? Doli ajo që e pam që është ana e dukshme e icebergut dhe që është raporti paraprak JSB-e Odirit, i cili me gjuhë ashtu diplomatike thot zgjedhjen kushtet pa barabarta, intimidimi i administratës, blerje vote, media që ushqen me para publike. Pra, që këtu ti kupton që nuk flitet për asë një mjedis demokratik të zhvillimit zgjedhjeve. Por thash, kjo është vetëm ana e dukshme e icebergut. Kush është ana e padukshme e icebergut? Janë votat e marra me kriminal. Do me thënë, është bërë refrena i rasti i asaj vajzës Elbasanit, me numër rekord votash. Këtë herë, Rama Rama dhe Rilindja kanë zgjedh një
një strategji. Cila ka qenë strategjia? Jeti band kriminale, ke shumë lek, blen vota, mos voto Partinë Socialiste, që unë t'i provoj votat në këmbim të asaj që do marrësh, ti do katapultosh një anonim. Dhe kështu shpjegohet që në disa qarqe ne kemi njerëz fare anonim që janë kthyer rekordmen votash. E para. Pra, përdorimi bandave kriminale për vjedhje votash. Zëgjineja në Fjerë, tha Klodela këtu. Ajo vajt në Elbasan. Kjo tjetër këtu tjetër. Po. E dyta, këta nuk i vodhën votën vetëm të tjerve. Pra, dhe PD-s, dhe Lëvizjes Bashk, dhe Lapaj, dhe Agronshejt. Këta i vodhën votën edhe vetë njëri tjetrit. Do me thëmë, po të shikosh, asnjë socialist nuk mund ta mendoj që në kushtet barabarta Pandelim Majko merr 1/10 e votave të ministrit brendshëm që akoma njerëzit nuk i dinë emrin. Por del ministri brendshëm dhe s'del Pandi Majko. Ose qoftë dhe Erion Braçaj që kanë marrë më shumë, po prapë shumë më pak se ministri. Pra, të gjithë ministrat e qeverisë janë kryet listë sa. Do me thënë, i duan kaq shumë. Apo janë metoda tjera që janë vënë lojë. Por, nuk kanë përdorur vetëm këtë. Rezultatin e Ramës këto zgjedhje e shumë fishoi dhe fakti që për herë të parë, kishte në dorë kërbaçin e drejtësisë së re dhe të SPAK-ut. Do me thënë, o ka shkallmuar SPAK-u dhe drejtësia e re, çdo lloj kundërshtarit Ramës, merr faktin më thjesht për shumë. Ilir Meta para 4 vjetësh kishte 30.000 vota në Tiranë. Sot u ka ta ndis me 1.700. Atere ishte president, që mund të mblidhte rreth vetes më shumë urrejtje, tani është një i burgosur që mund ngjalli një lloj mëshire. Po pse? Dhe Ilir Meta merr si LSI-s po aq vota sa çka i Brajmëllarin që është në listën e PS-s. Pra, të shkatrosh një parti me 100.000 vota me mashën e bashkibozukëve të SPAK-ut, do me thënë që ti ke futur dhe faktorë të tjerë në këtë lojën e madhe. Dhe pjesa që për mua e vërteton faktikisht gjithë këtë që po them, është që ka që të hënën që nuk bëhet ky debat që po bëjmë ne sot, po në gjithë studio televizive dhonë. Humbi Berisha, po do iki ky Berisha, po plaku do i vijej vota. Ne do të themi këtë po më vonë. Se edhe kjo është pjesë, por nuk bëjmë analizën themelore, ore kishim zgjedhje apo kishim votime. Dhe pastaj të rinet marrin faktorët e tjerë, Berishën, Arlindin, Ilir Metën, Adriatik Lapajn e tjerë. Pra, fokusi është ky, që të gjykosh dikë si garoi në zgjedhje, duhet të dish që ai kishte kushtet minimale ai për të garuar. Unë mendoj që askush s'ka pasur kushtet minimale të garuar, se ka qenë një garë kur Rama kishte dhe Kulaçin dhe Gërbaçin. Mentor, se po shkruan të një ti? Jo, isha duke shikuar... Jo, dhe më shikosh po, toj sa Bushati tani, që mendon ti? Po shko, një pjesë e argumentave që ndrojnë, do të thënë që është e vërteta që thot, e tha Berisha në fakt, e tha më sintetikisht, që Partia Socialiste ka krijuar një shtet elektoral. Kjo është plotësisht e vërtet. Shteti elektoral në kuptimin e thjeshtuar është praktikisht sinteza atyre vreteve që bëri OSB-u Diri për kërcënimin e administratës, për blerjen e votave, para se të shkojnë, para se të hidhen për të votuar, apo dukurit tjera. Mirë po, këto janë vetëm një pjesë argumenta. Unë mendoj që një nga arsyet e tjera, do të thonë, po do binim përsëritje që do thoshim lidhet dhe me dobësinë e opozitës. Lidhet dhe me pafuqinë megjithatë të partive të reja politike të partive të reja, po për të krijuar frymën për ndryshim. Nëse opozita plus partitë e reja do ta kishin krijuar frymën për ndryshim, çka nuk ka lidhje me shtetin elektoral,
atëherë nuk do të kishim të pjesëmarrje në zgjedhje, do të kishim pjesëmarrje më të madhe. Do të kishim më të madhe se sa 2021. Është gjë që nuk u vë re. Pra, sa herë që ka ulje të pjesëmarrjes në zgjedhje, automatikisht nuk kemi rotacion, nuk kemi frym për ndryshim. Dhe kjo nuk u vë re. Partitë e opozitës, partitë e reja nuk e krijuan frymën për ndryshim. Llogarisëm që kishin 114.000 votues për herë të parë. Votuesi për herë të parë është i prirur për ndryshim. Pra, ky është faktori i rëndësishëm. Faktor tjetër që nuk merret konsiderat për të caktuar pse Partia Socialiste fitoi, është ajo që Shqipëria jeton megjithatë në një lloj mirëqenie fiktive. Do shqiptarët jetojnë lloj mirëqenie fiktive që krijohet, që vjen kryesisht prej parave të diasporës, istat papastra, por që krijon iluzionin e mirëqenies. Posaçërisht dhe ardhja turiste dhe ajo e krijon idenë e një vendi i cili lulëzon apo ka mirëqenie relativisht lartë ekonomike. Dhe një faktor tjetër që injorojnë, po dëgjoja Arlinin, është mbështetja ndërkombëtare, mbështetja perëndimore, posaçërisht mbështetja europiane. E ka pas patur dhe mbështetjen amerikane, tani me ardhen e administratës së re nuk është shfaqur tërësisht, me përjashtim të Grenellit apo të presidentit Trump. Pra, mbështetja europiane ka qenë konstante, ka qenë në rritje. Edhe aktiviteti sotëm është treguesi i kësaj mbështetje, është legjitimimi i kësaj qeverisje. Me keqardhje, pa keqardhje, por është fakt. Është pas atyre mesazheve solistike që urime përfitoren që vijnë nga disa udhëheqës europian, do vi dhe urimi koral. Urime përfitoren nga 47 krerë shtetesh dhe qeverisht të shtetet të Evropës. Pra, këtu edhe një argument i cili mund ta kishte dobësuar Partinë Socialiste, që është goditja që ka ardhur nga SPAK-u për këto shumë drejtues të ekzekutivit apo Bashkia e Tiranës e tjera, ngjan sikur paradoksalisht është kthyer në burim fuqie për Ramën. Pra ai e ka paraqitur suksesshëm si arritet vetën. Ku e shoh këtë? Shumica e partive të reja në mënyrë përtace kanë zgjedhur që ta sulmojnë Ramën edhe të qëndrojnë mbrapa SPAK-ut. Apo thonë, vazhdo, tundim pranga. Po kjo nuk ka funksionuar. Po të kishte funksionuar, pra të kishte rritur elektoralisht partitë e vogla, atëherë do kishte funksionuar si ulje votash për Partinë Socialiste. Nuk ka ndodhur kjo. Zotë Mbërtiri? Po, debati për vjedhjen e votave, mendojnë, shtyhet fort nga Partia Demokratike për një arsye shumë të rëndësishme për të. Për faktin që nuk ka dëshirë të jap llogari për humbjen. Unë jam dakord dhe ne të gjithë dim që këtu vidhen vota, por problemi është a vidhen të gjitha votat këtu? Sigurisht që blerja votës ka një marsh, term X, unë nuk e di sa është, vlen të studiohet, është bërë dikur një studim, nuk e di sa i saktë, që nxjerr diku 80% mos gaboj. Por gjithsesi, ti nuk mund të blesh dot të gjitha votat, dhe në kushtet kur kemi të bëjmë me një qeveri të degeneruar nga çdo aspekt, nga skandale, me kapje deri tek korruptimi i njerëzve të FBI-s, siç është me Gonigali, tek miqt më të afërt të Ramës, cilët sot janë në burgje, unë nuk mund të them që mund të ketë imazh më të keq për një qeveri dhe mund të ketë nivel më të lartë pa besueshmëri se kjo e Ramës. Atëherë pyetja është në rrot, çfarë bën ky Rama tash në këto kushte, me këtë imazh kaq të keq që ka, si mund fitojë dhe kaq thellë. Këtu kuptohet që si dhe të rritet. Po pra dhe të rritet. 48, Te ka rritur 52. Te ka rritur ligji elektoral që bëri me Saliun. Tani, jo vetëm ligji elektoral. Shiko, Rama sot ka më pak vota se kishte në 2021. Pra edhe ne sigur themi që ka një rritje të vogël. Pra nga 760... Jo, ka me diasporën, po brenda i ka më pak, më duket një 20.000 vota. Po 300.000 veta ka nikë mosi, ka qenë 28.5, është 52% të gjithë njerëzve që kanë votu. Po su qëtë kjo rritje? 300.000 mos janë të gjithë gjeja njerëzore, bushat, se mos janë edhe fëmijët që s'votojnë e kështu. Apo janë që votus. Dakord, janë votus ta. Dakord. Duat them, do më thonë... Unë këm ngull, një minut, ti vazhdo, por unë këm ngull, që e kisha dhe për Alindin këtë, që partitë e vogla janë penalizuar totalisht nga ligji elektoral. Po, unë e thasha dhe kaluar që ligji elektoral është masakër dhe është katastrofë. Dhe nga
kanë bërë bashkë për të shmangur mundësit Dhe ata nuk e sistem të prishin rëzor. këtë sikur zotit bjerë. Tani, se është ky quhet mund të quhet një element të manipulimi tani, me kalimin e kohës. Sepse ja, këta kanë 100 e ca mijë vota dhe nuk përkthehen në deputet. Nuk Dhe ky quhet manipulim. është ligji kjo. Urdhro? Ky ligj elektoral është testuar në 2009 dhe i kanë nxjerr palët barazim duhet ikte Ilir Meta këtej që të siguronte qeverisje. Ky ligj elektoral në 2013 mundsoi rotacion pushteti. Ne këtu nuk kemi në kushte kush favorizohet apo Që u prish në pesë korike kam fjalën. s'ka lidhje me këtë. S'ka lidhje. Jo. Pra, ky ligj elektoral. Andi, ky ligj më fal se të bëra. Mundson rotacion pushtetin brenda dy partive të mëdha, por ky pa mundson që partitë vogla të rriten dhe të rivalizojnë dy partitë të mëdha. Partive të vogla. Pa Dhe dyshim. ky është krimi më i madh që ky ligj elektoral. Ne, I mohon Shqipërisë mundësinë që forcat e reja politike të rivalizojnë dy të mëdha. Këtyre zgjedhjeve nuk e kemi ke ligji elektoral. Kemi Po pra se debatin e kemi në vend tjetër, po. një parti që sa më shumë vjedh, aq më shumë rritet. Pra ne Jo, duhet të po pse shpjegojmë vjedh më shumë, se kjo është pyetja. A ka vjedhur më shumë se sa në 2021? kush. Mua më duket se jo. Shumë vjedh me këto, me pra. Veliajt, me Brekte Ajo. Aha, flet korrupsioni. Me këto. Po. Pra, sa më shumë Ashtu. zbulohet publikisht që këta i kanë futur duart në xhep dhe në fyt shqiptarëve, aq më e drejtë. shumë votohen nga Tani shqiptarët. qëndrojmë pak këtu. Unë mendoj, kjo duhet shpjeguar përpara. Po pra se këtë po mundoja të shpjegoja. Domethënë kjo qeveri ka imazhin më të sakatuar që ka pas ndonjëherë në qeveri këtë vend, për mua të paktën. Pra niveli i korrupsionit i shfaqur këtu është më i madh që ka qenë ndonjëherë. Se u rrit se s'ka zgjedhje. Tani Ka votime. Pyetja që ndron, pse u ngrit? Unë besoj këtu, unë nuk besoj që Rama ka fituar. Unë besoj që ka humbur Berisha, ka humbur opozita. Por e Rama u Dhe- rrit, valla. Po ja pra që këtë po të shpjegoja pra, që Rama, më fal, në numër votash nuk është rritur. Ta thjesht Në- këtë që në bëra ndryrje unë. Jo me Ja një sekundë vetë. Okej, dakor. Sa vota morën Partia e Vogël e Arlit? Ne kemi marrë 24.000 tani. Jo, të gjithë. Po, sa e thanë tani? 100 e ca mijë. Po, 100 e ca mijë. po merre me përqindje që Sa mandate kanë këta? 1 plus 1 plus 4, 2 gjithsej. duket, po. Deri tani, se mund ndryshoj. Jo, sa mandate kanë po të ishit një subjekt. Po të Ose ishit të mos ishte ky ligj. do kishin 13-14 mandate ndoshta. Shka, ja këtu Jo, këtu do ndryshojnë. jo, ndryshim pastaj. Edhe po të jenë Po ta bashkë, themi edhe një po kështu. ndryshoj ligji, edhe po të bëhen 1000 gjëra që nuk janë. Një minutë, Po të marrë një shembull. po ta themi sa janë. Dhe kush i mori këto? Jo, prit. Po se e po dëm, po. Rama dhe Berisha. Jo. I merr pse ja prisi. Pse apo Po edhe Berisha merr diçka nga ato. Sa? Po nuk e di, bëj llogarit matematike. Jo, po ti themi se, shiko, se 83, në qoftë se ti do kesh një ligj të ndershëm, Po, i të numërosh vërtet votat, po një sekond më. Po. Të numërosh vërtet votat, votat e Ramës janë 0,53 herë 140. Pra 74 mandate, 73-74. Ata të bëj Urdhro. një përgjigje që mundu edhe një çik provokuese Urdhro, në pjesën e dytë. E para. Sigurisht që ligji diskriminon. Ky ligj që kemi ne, zgjedhor, partitë e reja që sa fillojnë nuk t'i jep ty atë që ke, peshën reale në shoqëri. Dakor? Po. S'ka pikë diskutim. Ky ligj mund bëhet më i mirë, po, pa diskutim. Mirë po, prit se sistemet elektorale nuk janë të përsosura. Po të marrë një rast. Imagjinoni sikur ne të kishim ligjin zgjedhor të Kosovës. E disa partitë do hynin në parlament sot në Shqipëri? Sa? 2. Po se jam e pëndon. Se Kosova ka proporcional kombëtar me prag, mos gaboj 5%. Po dhe ata kështu e kanë bërë. 5%, do thot 5% nuk futet asnjë tjetër. Po kupton? Pra na duhet edhe proporcional kombëtar, por na duhet edhe prag i ulët, pra na duhen shumë gjëra. Po të them dhe diçka tjetër. E kupton Sikur demonstratën e Ilir Metës të Po mirë, grevën e po Ilir dëgjoj, Metës pra, në parlament. Po më mirë dakord, sepse ky ligj siç thash prodhon pa barazi, patjetër. Por mund të bëjmë një ligj më të mirë. Mirë po, në Kosovë, ku kushtet kanë qenë më të vështira, një parti si vetë vendosja, do të them, ja ka dalë më kaçar me një prag proporcional 5% kombëtar në 2010 kur hyri për herë të parë, në 2012 nuk e mbaj mend. Pra, në këtë sens nuk mundet t'jam veshim gjithçka vetëm kodit dhe t'justifikohet pastaj problemet dhe impotenca. 10 PS, 3 PD. Që do të thotë 83. Më lejo edhe diçka 73. A do më lejosh edhe diçka tjetër? Jo, po do më lejosh këtu diçka tjetër? fillon. Jo, aty s'fillon. Ne Mirë më do dakord. ishte me 47 fare BD apo? Ylli, edhe diçka tjetër. Ne kemi qenë gjithmonë në parim për listat e hapura, sepse u jep mundësi qytetarëve zgjedhin kandidatin. Por, bën një, si thua, eksperiment hipotetik.
sigur këto zgjedhje të garoj si në 2013 me listat mbyllura. Pra partitë i rendisin gjithë kandidatët nga i pari tek i fundit. Një parti që organizohet demokratikisht i zgjedh në mënyrë demokratike, një parti autoritare i vendos kryetarit të gjithë. A e dini ju që me listat mbyllura Edi Rama nuk do të siguronte do 83 mandate, pse? Se nuk do i fuste këta gangsterët që të kafshoni njëri tjetrin për vota. Dakor, prandaj po them, këtu ka 1001 probleme. Kur je i pushtetshëm dhe ke shumë para, çdo ligj ti e kthen favorin tënd. Edhe listën e hapur që nisi diçka përparimtare, ky e përdor në një mënyrë që i sjell më shumë avantazh atij dhe dizavantazh kundërshtarëve të vet. Prandaj po them, ta bëjmë diskutimin politik. Jo thjesht ligji kështu, se frika ime është që në 4 vitet e ardhshme do vazhdojmë zgjidhjemi për kodin zgjedhor, dhe do kujtohemi pastaj 3 muajt e fundit që kodi zgjedhor e ka në dorë praktikisht Sali Berisha me Edi Ramën, e do futemi prapë pa përgatitur me kodin e vjetër. Diskutimi duhet jetë politik. Prandaj për të bërë këtë diskutimi duhet dhënë përgjigje pyetjes kryesore, mendoj unë. Ore, u bën zgjedhje 11 janar apo jo? Unë si qytetari i këtij vendi jam i kënaqur me atë që pash apo jo? Po si dham përgjigje kësaj, pasaj secili fshet pas truqeve për të bërë alibit e veta. Mua më duket që është turp për secilin prej nesh që këto t'i quaj zgjedhje. A mund ta vazhdojnë edhe replikën që isha me Busha, me replikën, debatin. Po mendoja këtë që dakord, pra, zgjedhjet vjen dhe kjo është për turpin në shqiptarëve dhe sigurisht që kjo është një nga gangrenat e këtij vendi. Por çështja qëndron që a ishte ky problemi i kësaj thellësie dhe a ishte vetëm vjedhja ajo çfarë kushtozoi rezultatin. Unë besoj që jo, sepse në 2021-shin, kur unë mendoj që vjedhja ka qenë më e madhe se tani, po supozojmë se ka qenë po kaq sa tani, diferenca midis PS-s dhe PD LSI ishte 2%, kurse sot diferenca është 20%. Dhe në qoftë se bëjmë një llogaritje, votat që ka marrë Rama janë po ato, thjesht problemi është që në krahun e opozitës mungojnë mbi 200.000 vota. Pra në qoftë se Ramës i mungojnë 30.000, 40.000 vota, PD-s dhe PL-s i mungojnë 200 e ca mijë vota. Pra që do të thotë, a i rritet artificialisht sepse dobësohet kundërshtari. Pra, jo, çfarë shiko, pas 4 vjetësh, është matematike. Di pse, shiko, partinë e Tom Doshit do e shohë Shëmburg se do i lëshoj Spaku. Nuk ka rëndësi më. Pra, kjo ka shumë. Po shpjegojmë humbje njerë. Se kur përdor gjithë Spaku është çështje tjetër. Andi, nëse 100.000 votat e LSI-s zgjedhjet i ruan këta. Po jo, aty më i ke, aty ke më kanë shkuar ke Berisha, ose kanë shkuar një pjesë të Rama. Po aty kanë shkuar. Pra se prandaj ta përmend atë kush testi. Këto zgjedhjet janë Irmeta e vuri veten listë hapur që gjasme që votat e mia do vinë ke emri im. Po. Dhe kishte 30.000. Po duke qenë brenda nuk prodhon dot. Përfundoi 1.500. Po ato vota nuk tregon që kjo parti është shkrirë. Me çfarë u shkri me SPAK. Dhe është debat tjetër, nuk ka të bëj kjo me... Po të gjitha këto janë debat të këtyre zgjedhjeve, pra. Unë po të them këtë. Janë vërsul Tom Doshit ato, jo se Tom Doshit. Po këta dunë me nëzjerë tani me SPAK. Po bëj një analizë. Zgjedhjet i ka vjetë Tom Doshit. Edhe nëse i 100.000 votat e Medës, po them 100 të tjera. Dhe pa dyshim. I shkojnë sot, po të shtosh 100.000 vota Berishës, prap nuk fiton më rëzva. Sali Derziu, pa dyshim që ka pas më pak vota. Por ka pas më pak vota se ka qenë një parti 4 vjet e luftuar nga drejtësia e re, vetëm para 6 muaj shumëmel. Po jo, po janë faktorë që ndikojnë zgjedhje. Po gjithë janë faktorë që ndikojnë zgjedhje. Po ti thua tashmë mos tentojnë me ne, më thënë, Berisha mos tentohet kurrë se ndikojnë zgjedhje. Se po kështu thot dhe Rama, Rama thot, po metoni ministra, mentuat Erioni dhe më penguat në zgjedhje. Jo për e timor, por i thoshte drejtësia. Imagjino po t'ishte Erioni i lirë. Është Luli Shumic. Drejtësia, jo që jetojmë, jo. Që i thoshte është Luli Shumic e mbajti 2 vjet peng. Drejtësia. Luli me 10.000 vota. A ishte debat tjetër ma e ka të bëjmë, për mua, ajo që është e ligjë është dramë më vete. E di pse, sepse gjykata smeret kush është Shumica, gjykata shef letrat. Janë të gjitha debate që çuditërisht punojnë vetëm për favorin e njerit vetëm. Çështja është këtu, po jema se nuk fare, biles për mua Spaku, se prapë nxjerr mua vetëm ke Spaku. Spaku e ka dëmtuar, sepse imazhi keq i kësaj qeverie vjen nga Spaku. Spaku i ka vërtetuar tezat të cilat
U rrit me 3%. Po këtë pra po shpjegoj, nuk ka fituar Rama. Ka humbur Berisha. Jam, se jam, më thot, Po se s'po e mbaroj logjikën, s'po e mbaroj dot gazetari që ishte këtu me ne, po ja prap në këtë logjik jam dhe unë. Po. Që ne të na lejohet të mendojmë kënë në mënyrë të ndryshme, ti në mënyrë të ndryshme se... Jo më pas se diskutojmë. Po që se thresin 5 vjet tani, shiko. Ma thotë kolegu ynë që ishte këtu. Thotë një gjë shumë thjeshtë. Dakor, merrim me Lesin që ka ikur tani, që më dha spaku ja ka bër, e mori futi aty. Ore sot ka marrë 60.000 vota Lapaj. Dhe merr vetëm një mandat. Kjo duhet diskutuar e para. Dhe ti thua kodi së gjifare. Si që ka kodi, o zotri? 60.000 vota merr një deputet. 24.000 vota merr një deputet. Ore, ky është një kod shumë i keq. I aplikuar një sistem demokratik bëhet kod i mirë. Kod Bushate bërë vetë opozita. Është një kod i aplikuar një sistem diktatorial. Kështu që të dhjefsha kodin në raport me sistemin. Të po të them. Rregullat e lojës janë këto. Agron Sheja e interpretoi më mirë sistemin se Lapaj, mori më pak vota, fitoi një deputet më shumë. Po rregullat dihen që përpara. Më kupton? Rregullat janë pa barabarta, rregullat dihen. Rregullat e anë të shqyejnë. Dakor, po. Me që po flasim për sistemin, edhe Malizi ka të njëjtin sistem me listat hapra proporcional, me listat hapra, por me një para gjithë territori Malizi si një zonë e vetme, jo, një zonë e vetme. Dhe me koeficientin e dhondit. Kosova po ashtu ka, por ka një koeficient tjetër i cili favorizon partitë e vogla. Dhe në gjykimin tim, ky koeficient i dhondit që favorizon partitë e mëdha dhe ndarja e vendit në disa zona zgjedhore është dhe produkt i një kërkese palës greke, sepse duhet proporcional e rajonal. Pra duhet që minoriteti grek tjeti përfaqësuar në ato rajone ku ka ngulime të hershme apo është etnik e tjera. Pra kjo është arsye, po unë nuk mendoj që është sistemi zgjedhor përcaktuesi apo variabli më i rëndësishëm që ka. Dakor, dhe gjithë elementet padyshim. Po duhet edhe një, nëse mund të shtojmë një argument tjetër. Shkon në këto vendet vogla si tonat, megjithëse ka edhe shembuj vendesh të mëdha siç është Turqia, kur një udhëheqës si Rama fiton 2 palë zgjedhje, pastaj fiton tretat, mund të fitojë të katërt dhe mund të fitojë pa ndërprerje. Shtije në kontroll gjithçka. Fuqitë e forta që quhen zakonisht grupet e interesit, kompanitë e mëdha që jetojnë me para publike, mos harrojmë që shumica e kompanive këtu funksionojnë me para publike. Nuk sjellin zhvillim për shkak se kanë investime private, po e kanë për shkak se punojnë me tendra. Shteti është porositë kryesore. Mentor, ju thoni tash të dy se më duhet një mendje që Rama është i parëzueshëm sot? Jo, unë besoj se ky është debati fillimisht. A është i rrëzueshëm Rama? Ke shumë të drejtë. Nëse jo, atëherë flasim kot, nëse po si. Jo, sakt. Tani unë kam sjell argumenta, prandaj mendoj që jam pak më dialektik, unë mendoj që ai është i rrëzueshëm. Dhe cilët janë shembujt e rrëzimit në vendet vogla. Unë besoj që u rrëzuan Enver Hoxha apo burr? Po rrëzoga Rama tash. Sigurisht. Jo, cili është? Unë duket shumë fatalist. Jo, për dënë, jo. Këtu ka pas degës dhe dakor. Gjithë botën. U rrëzua sistemi Të jap shembuj rotacioni. Malizi. Më fal, Malizi. Ishte një autokrat apo jo i cili ishte për disa mandate. Edhe u rrëzua nga një parti e krijuar nga hiçi, u krijuar brenda disa muaj më parë, lëvizja Europa Sot. Fitoria e opozitës në Stamboll dhe në Ankara. Pra edhe me një autokrat si Erdogani, në një shtet madh si Turqia, mundet të ndodhi rotacione. Kështu që nuk është i pamundur, pa folur që, një nga akuzat është që Shqipëria është narkoshtet. Që kjo, edhe sikur të ishte e vërtet, rrëzohet nga ata që kanë ardhur nesër, që kanë ardhur sot dhe do vinde nesër, dhe aktiviteti do bëhet nesër. Por edhe në narkoshtetet ka rotacion. Ka rotacion Meksik, ka rotacion Kolumbi, ka rotacion Bolivia. Pse s'bie Rama, se Rama jo që s'po bie, po fuqizohet. Dhe unë besoj, këtë po e shpjegoja, për Bushatin, por më thënë kisha këtë, pra këtu është zero sum game çështja. Do më thënë kuptimin që çfarë humb njëri e fiton tjetri. Dhe Rama është fuqizuar jo nga ne fuqi e vetja, është fuqizuar nga dobësia e opozitës. Pra dobësimi e opozitës, ato vota që opozita s'ka mundur t'i marrë, ka shkuar këte, sepse më falë, jo të themi, Rama është në tjendat kuota. Dhe jo vetëm, ka drejt. Por në momentin që opozita ka 200.000 vota më pak, këto vota që ka pasur Rama nuk kanë më të njëjtën vlerë.
vlera bëhet shumë herë më e madhe, sepse për ballë kundërshtarit i bësh 2 fish. Një sekond. Dhe ti shkon në 60. Keni hyrë në një pyetje, dhe jo më në 30. vazhdo mërtirë të pyetja pse humbi Kajthellë Sali Berisha. Pra më fal, Rama Vetëm unë kam që e kemi bërë debat dherë tjetër. Pra, se unë mbroj tezën që gjitha gjërat ndodhin nga që ne këtu jemi në autokraci. Po të ishim në demokraci, nuk do kishim fare problem Berishe. Demokracia ka të merr nga vakumi. Kur një opozit shbëhet, Saliu i Plakur, i 97, si zëvendësohet. Gërdecit, me njerë lind forca të reja që janë kundër pushtetit. Rasti Shejit është treguar si qartë. Problemi. Brenda pak muajsh mori 50 Ka ndodhë me Macronin, ka ndodhë me Melonin. Ky është thelbi, po. Tu nuk ndodhë as kjo, sepse këtu nuk jemi në demokraci. Pra, sot një i majt, unë po t'jemi majt, vlla, për sindikatat, për të varfrit, për Palestinën, po deshet ti, shkoja jap Arlindit, nuk e qoj votën nga Rama. Po t'jemi djathë. Pse nuk ka shkuar vota Shkoja jap Agronit, për shembull. Por, a kishin këta gjithashtu kushtet barabarta në këtë lojë demokratike? Jo, se jemi sistem autokratik. Unë besoj që këta kanë qenë superior, sepse këta janë të pa korruptuar, këta s'kan askush ku t'i kapi një qime, dhe janë përballë një sistemi që është kapur me presh në duar duke vjedhur me duar në xhepat tanë. Kështu që këta parimisht duhet të jenë superior. Agron Shejajn këtu dhe ja thash në sy, o Agroni, thash, ti kujton se mediat kanë përgëdhelur. Se ke parashi qyrëzot dhe ke bërë ca portrete, ke dalë me familjen, me biznesin, me të gjitha. Por ti je një njeri të censuruar, i thash. Sepse sa herë ti ke bërë debate në parlament, me ministren e shëndetësisë, kanë dubluar me Belinda Ballku, jesh duk nga media të vlla. Pra, ti je njeri të censuruar, në qoftë se do ishte në kushte demokratike, te djatha Agroni mund të merrte shumë më tepër, po të marrim hipotezën që PD-ja është e shkalafitur. Në të maj do merrte Arlindi, sa që mund të jenë pak që s'din ku janë, shkonin ke lapaj. Megjithatë, është vetëm kjo arsye. Nuk funksionon demokracia, nuk kemi zgjedhje dhe prandaj faj nuk e kanë opozitat. Ti thua Bushat që nëse do kishin pasur barazi, Agroni do dilte 10 herë më shumë televizion dhe do merrte vota sa për të përmbysur Ramën? Ose për të përmbysur Berishën nga kampi vet. Do përfitonte dhe nga vota e familjarëve të administratës që janë shantazhuar, do përfitonte dhe nga vota atyre që nuk janë kërcënuar nga kriminalët, do përfitonte dhe nga ata që nuk ja u kanë marrë kartat e identitetit në këmbim të parave. Kjo është garosh në sistem demokratik. Pyetja ime ishte, domethënë, ajo çfarë analiza që bëja unë është kjo që këto kanë qenë gjithmonë, kanë qenë dhe 2021-shin. Dhe unë po bëj referencë me 2021-shin sepse s'kam me çfarë ta krahasoj tjetër. Makina diktatoriale nuk ndalen. Tani më fal, një sekond. Do vinë duke u thelluar, zgjedhjet e ardhshme do jenë më keq. Rama do rritet më shumë. Po jo më nuk është rritur Rama, këtë dua të them. Po është rritur se ka vajt 52. Po jo më nuk ka rënë ky tjetri më burr. Ai ka ushtri solide, llogaritë që kur fillojnë zgjedhjet, ushtria e vota 700.000 vota është e pandryshuar. Rritur. Nuk është rritur më në sasi, nuk është rritur, ka rënë. Ka marrë më pak, po ka rënë ky tjetri më shumë më burr. Dhe përqindja rritet në përqind. Tani më fal, jo një sekond që ta mbyll. Ka njerëz që votojnë. Që ta mbyll. Për herë të parë pas 12 vjetësh, Rama merrte më shumë mandate në parlament, por nuk ishte mbi 50% e popullsisë që voton. Sot ka mbi 50% popullsisë. Pra, unë logjikën tënde di kur e pranoj. Po të kishim Batonin këtu, Batoni thot, o vlla, Rama ka qeveris mirë. E meriton që shqiptarët... Dhe aty jam dakord unë. Unë po të them një gjë tjetër. Ata që thonë Rama ka qeveris mirë, e ka... Një sekond. Po të thuash, dhe Rama ka qeveris keq, po fajin e ka opozita? Po një sekond. Jo, fajin e ka demokracia. Opozita ka fajin që është më e pabesueshme se çdo opozit tjetër në këtë vend. Të kalojmë aty të këmë ja që ta mbaroj. Në një vend... Po këtu jemi pra të... Se po u shpërndam. Tani unë i kam darë në 2 pjesë. Po vijojmë edhe emisione tjera, ju lutem. Ti ndajmë këshu, do me thënë themi, duke patur parasysh, qëfar
nuk ka një... E shumë e vështirë për të bërë përcaktime të tilla që Saliu i kishte të gjitha këto. Unë e kam ndarë, ose Edi Rama i bëri të gjithë vjedhjet e tij të gjitha. Ka një strategji për mua shumë të ershme, dhe unë jam përpjekur të ndërtoj në këtë mënyrë. Do shta e kam gabim, misionin. Por, folëm tani për këtë. Mendimet e Bushatit janë këto, tuhet po ju prap mbeteni aty, te një pjesë e mire atyre... Nuk ngelemi aty, ka dhe argumentat të rinj. Pse vota diasporës përputhet, madje është pak më e mirë për këtë qeveri në raport me votën që është në territor. Sepse është kjo i thotë... A është patronazhuar dhe Sali Berisha. Po pra. A është patronazhuar? Janë të dyja bashkë pra. Jo, po ka një moment... Doni që Bushati të mendoj si ju të dy. Jo, një sekond. Ka një moment tjetër... Ne po argumentet po thejmë. Fal, ka një moment tjetër. Po argumentat i plotësojmë duke thënë, duke kaluar tani te Saliu. E vërteta ylli është me shumë ngjyra. Po të ishte e vërteta me dy ngjyra bardhe. Edhe nuk është pronë as. Realizmi socialist. Nuk është e vërtetë. Atëre, me pak fjalë secili me që jeti duke folur, pse humbi kajtet Sali Berisha? Sepse pikës parë një populli shqiptar shumë i mençur. Dhe nuk e shef tek ai udhëhesin e rotacionit. Pra që ta zvendësoj ai Rama, siç e tha me ndeshmëri Arlindi, midis dy të këshillave të mëdha, ka zgjedhur Ramën, sepse Rama megjithatë, dhe këtu ishte pjesa që doja të shtoja, ka një bilanc i cili është i certifikuar ndërkombëtarisht. Fal, unë nuk thash që Rama është e keqja më e vogël. Thash për elektoratin tradicional socialist. Jo, për ata që kanë votuar më herët edhe nuk the për socialistët i dy të këqijat. Ti the për elektoratin përgjithësi. Jo, thash, elektorati tradicional socialist. Po. Një pjesë e cilëve është thellësisht e pakënaqur. Një thellësisht e pakënaqur. Po. Në fund të ditës ka thënë midis Ramës dhe Berishës, unë zgjedh Ramën, po flas për atë pjesë të pakënaqur të elektoratit socialist. Atë arsye tënde, po them që kjo vlen edhe për pjesën ngri. Pra Rama megjithatë, në sytë e shqiptarëve, megjithatë, krejt ndryshe edhe nga kritikat më të fortë, do duhet pranuar që ka një farë bilanci në modernizimin e shtetit shqiptar. Ky bilanc i certifikohet ndërkombëtarisht nga Bashkimi Evropian. Çfarë është integrimi evropian? Po, ka ftesë për Shqipërinë edhe për arsye gjeostrategjike, për shkak të luftës në Ukrainë, për shkak se Shqipëria në raport me vendet e tjera të Ballkanit është më e qeta, është 100% përputhje. Te kjo pyetje mbetemi? Te Berisha. Po. Vetëm një përgjigje kam. Shqiptarët e dinë që ai nuk e përfaqëson ndryshimin. E kanë kuptuar këtë me kohë, kanë patur shumë kohë për ta kuptuar këtë. Bushat pse Berisha humbi? Duke pasur parasysh të gjitha këto gjërat që ti the deri tani. Po pse Berisha ka i thellë? Tani unë nuk besoj ke kjo fabula e Gogolit Berisha. Pse? Nëse ka krim masiv të Sali Berishës, që a i s'duhet puthe më në politikë, është vitin 97. Dhe kur rikuperoj 97-ën... 96 do të thoshti. 97-ën me piramidat, me futjen e ushtrisë, në vlorë, e gjitha ato mos i përmendim tani se i dim. Pra, njollë më të zezë nuk ka pas politikan. Sali Berisha, kur kishte rotacion Shqipëri dhe bëshin zgjedhje, e rikuperoj me zgjedhje këtë. Kështu që ato që ka bërë mbrapa janë të rënda, po jo ajsa 97. Pra, kjo Gogoli Berisha nuk funksionon. Pse humbi Berisha? A bëri listë keqe? Pa dyshim listën më të keqe të mundshme. A pati një fushat të vakët për mu se ata ishin të kënaqur me fo, pa dyshim fushat të vakët. A është Berisha i vjetër? Pa dyshim është Berisha i vjetër. Dhe këto janë arsyet negative. Por tani, le ta vëmë Berishën në kontekstin e zgjedhjeve, e ambientit përgjithshëm. Ore, si mund të fitoj, nuk ndodh në asnjë vend demokratik, një opozit me 95% të audiencës mediatike kundër. Sa herë ka pas rotacion Shqipëri, gjendja mediatike nuk ka qenë kështu. Një. Si mund të fitoj një opozit me një drejtësi që ka të gjithën mbi qafë? Është si t'i kërkoje socialistëve të fitonin me drejtësinë e Alush Dragoshit në 96. Jemi në atë pikë me drejtësinë. Pra, të gjithë ato që në një demokraci duhet luajnë rolin e kundër pushteteve, këtu janë kthyer në veglat e Edi Ramës. Dhe një opozit e tillë e ka të pamundur. Kështu që unë rendite me gjitha ta bile s'kam shumë të tepër vrejtje, që me gjithë defektet e opozitës flamurit, por
dhe opozita Macronin cilje këtu të konkuronte me Sara Mila, si e ka jo, do umbiste. Do umbiste Macroni, do fitonte Sara Mila. Dhe çaj quhet kjo, po çaj quhet kjo task forca e SPAK-ut, do e certifikonte me normalitet fitoren e Sara Milës ndaj Macronit. Se mbani më të ngritën një task force këta. Qartë. Kini gjithë që bëri kjo task forca e Dumanit. Po të lexonte Bushati shkrimet e Blendi Kajsiut, edhe ta respektonte ato dhe tezat e tij. Po duhet të rishikonte një pjesë ide vetveta, sepse ai thotë që njerëzit që ka arrestuar SPAK-u nga krau i PS-s ishin makina elektorale, Qyrbja, Veliaj, e tjerë, ishin njerëz Koka, ishin njerëz të cilët merrnin shumë vota në territor. Tani nuk bëjmë dot më prallë. A ti përgjigjen Jo, nuk është prallë ajo. Sepse makineria funksionoi po njësoj. Po mirë, ky është perceptimi jote. Jo, po pse? Sepse i gjushi, sepse këta të PSD-s, sepse... Jemi okej, mos ju fut të... Janë ingranazhe... Na tregoj dhe emërtiri pse humbi... Që a i ndronë dhe vët tjerë. Ikën PSD-ja, vjen PSD-ja e Ballukut dhe vidhet njësoj. Vidhet njësoj. E lexoj, e botoj, pavarësisht se shpesher nuk janë... Pse humbi Berisha, mërtiri? Bushati e shef si pamundësit Berishës për të fituar, po unë mendoj që Berisha ka fajin vetë. Pse humbi? E para humbi sepse Berisha është 35 vite po ai, është totalisht i pa reformuar, është me tjetër njerëz, është pa asnjë. Nuk ndryshon doktori fare. Nuk ndryshon fare, si mund të bësh njerëzit besojnë te ndryshimi kur ti s'ndryshon vet. Por e sill Macronin. E dyta, sepse Berisha gënjen nga mëngjesi deri në darkë. Po të shohësh fjalimet e Berishës, ka kundërthënie brenda për brenda. Domethënë, e treta, sepse Berisha shihet nga njerëzit si njëri i korruptuar gjithashtu, ka qeverisur një qeveri të korruptuar në 2013 që populli ndeshkoi me 1 milion vota. E treta, e katra, sa u bën? Berisha ka përçarë partinë e vet, vetëm që të qëndrojnë pushtet. Si mund të besojnë ty njerëzit kur ti s'ke mëshirë për partinë tënde, e shkatrove partinë tënde vetëm për pushtetin tënd personal. Tjetra, është sepse Berisha domethënë njerëzit e Berishës dhe gjithë Berisha si, domethënë ajo si PD-ja si informacion, ka një gjuhë arrogante, ka një gjuhë agresive, ka një gjuhë militante, gati fundamentaliste, dhe njerëzit nuk mund të djerë rehat dhe komod me një gjuhë e cila përfaqëson një pakicë njerëzish të cilët mund të venerojnë tek militantët e verbër, po jo tek pjesa më e gjerë e policisë. Dhe tjetra, Berisha vetë nuk ka dashur të fitojë, se Berisha nuk i është drejtuar kurrë elektoratit gri këto kohë. Po Berisha është mbyllur në guackën e vet, në bunkerin e vet, e ka shndruar gjithë partinë në një instrument për të bërë luftë me SPAK-un, me amerikanët, sepse halli Berishës nuk është fitojë ndaj Ramës. Është të mbroj, ku diun, angazhimin e vet politik, cili nuk e ditë se ç'e do në këtë moshë dhe ta pastrojë. Dhe domethënë, dhe mbi të gjitha, Berisha është i pabesueshëm dhe për një gjë tjetër, sepse Berishën e kanë parë njerëzit të bëj koncesione ndaj Ramës, të bëj marrëveshje me Ramën, ti falë Ramës atë amnistin që lironte nga burgut korruptuarit e SPAK-ut, sepse kanë parë Berishën që Rama e mbrojti dhe nuk e hoqi mandatin e deputetit kur neti mbi 6 muaj në shtëpi, sepse kanë parë Berishën kur bëri kodin elektoral shkatërrues për këto zgjedhje në bashkëpunim me Ramën, si t'ia fusi partive të vogla. Tashi duket që Berisha s'ka dashur të fitojë. Pra nuk është. Pra kemi edhe një gjë tjetër. Ti thua që Rama nuk humb dot. Po Berisha s'do të fitojë. Çfarë theti deri tani unë i firmos, jam dakord me gjithë listën. Po si do fitojë pra? Prit. Por pastaj kam një pyetje. Ky Bërnut, Sali Bërnuti, konkuroi në kushte normale dhe të barabarta me Ramën? Jo, nuk konkuroi. Por prit. Po prit më thasë. Qëndrimi intelektual është hajde bëjmë kushtet barabarta të gjithë. Që dhe Tom Doshi, për sa kot jeti pa dënuar, konkuroj me kushtet barabarta si pyetja, tha, ka 100 arsye pse s'bie këmbana. Arsye parë cila është? S'ka këmban, atëherë si duan 99 tjerat. Në këtë mes, këmbana janë zgjedhjet e lira. Arsye parë është Berisha s'fiton dot. Atëherë po jepi më zgjedhjet lira. Ti thua Rama vjedh një gjë që si duhet. Po pra, unë mendoj që Rama vjedh një gjë që i duhet. Pyetja që shtrohen në fillim, pse u rrit Rama? U rrit Rama se ra PD-ja, sepse PD-ja ka rënë në batakun e një. A kishte zgjedhje? Si? A kishte zgjedhje? Fal.
Po pra, po zgjedhja, pra çfarë ndodhi? Dhe nga ana tjetër, këta bëjnë një gjë tjetër, Berisha bashkë me Ramën, këta vrasin alternativat e reja, po të shohësh mënyra se si e kanë interpretuar fushatën, e kanë pasur me Arlindin, me Lapajn, me Shabanin, me këta kanë pasur gjithë fushatën. Dhe polarizimi që kanë prodhuar këta, ka qenë i tillë për të mos i lënë njerëz të shkojnë tek të reja. Iluzioni që u përpoq ndërtoi Berisha, sigur si vitaja është me ne, do kthehemi etj. Prodhoi den që shiko se ky edhe mund ta mund. Dhe prandaj nuk shkuan njerëzit e Partisë së Re, dhe kjo është një faktor tjetër. Nëse mund ta vazhdojmë çka analizën. Patjetër. Le të merrim fillim me Sali Berishën. Sali Berisha ka një disavantazh në raport me Edi Ramën. Është i korruptuar si Edi Rama, por nuk ka pushtet. Midis një të korruptuarin pushtet dhe një të korruptuarit pa pushtet, ai që është në pushtet, nuk e zgjedh nga qefi, po ka shumë më tepër instrumenta për të prodhuar vota. Kjo nuk ka diskutim. Edhe në perceptimin publik, këta kanë tjetër agjendë, shërbejnë oligarkëve, kështu që midis dy gjellëve zgjedhin gjellën e pushtetshme, sepse ka fuqi. Një sekond. Tjetër. Tani kjo ka të bëjë me Edi Ramën. Edi Rama ka arritur të interpretojë shumë mirë probleme strukturore të Shqipërisë. Shqipëria është një vend i prapambetur. Lek të lale lulet. Shqipëria është një vend ku shumica dërmuese e njerëzve ose nuk kanë punë, ose bëjmë gjysmë pune, ose rrin 16 orë në një dyqan për të fituar 300.000 lekë. Ose shkojnë punë kot për të marrë rrogën dhe s'bëjnë asnjë gjë. Edhe ato, patjetër. Pjesa e në punë, si dakord. Pjesa fatlum. Këtë problem Shqipëria ka dekada që e ka. Çfarë ndodh te kohën e Sali Berishës? Liri për të gjithë. Informalitet, evazion. Dakord? Por kjo i ka pamundsuar që ti përdor ato bulonat për të shtrënguar apo të liruar. Çfarë ndodh kohën e Edi Ramës? Kemi gjithmonë diçka, një zonë gri midis formalitetit dhe informalitetit. Shko çfarë bën qefalia me shok. Ti ke një dyqan të vogël. Je 16 orë në atë dyqan. Nuk je as tërësisht informal, as tërësisht formal. Në momentin kur janë të gjithë informal, ka marrë fera orato, ti nuk kërcënon dot kush. Se bëhet nami. Në momentin që standardi. Ti je gjysmë formal, gjysmë informal, të vjen ai në punë si tatimeve dhe thot, prit, se s'ke dhëm faturat, unë të kam toleruar 1 vit 6 muaj, po nuk votove për partinë pushtet, unë tani të kre komplet. E dyta, ti mund t'jesh i varfër, punon në të zezë, jo vetëm punon në të zezë, po merr dhe një ndihmë ekonomike, se paga në punë në të zezë që bëti shumë e ulët. Ky prap të kam dorë, sepse ky thot, unë e di që ti punon në zezë, unë të kam thonjza toleruar sa kohë që punon në zezë, të kam dhënë dhe këtë ndihmën ekonomike 40.000 lekë për familje. Por ama, një ditë para zgjedhjeve, unë të çoj këtë taksidarin dhe unë të zhvesh nga ndihma ekonomike. Vjen Çezi, vjen Ujsjellsi, të gjithë këta që të kapin në ato dobësi që vetë ky sistemi ka prodhuar. Edi Rama është bërë mjeshtër i interpretimit të këtyre dobësive. Kjo është shumë e saktë. Pyetja rikthehet. Argëzohet ky Rama? Patjetër mos argëzohet me alternativë tërësisht. Pikërisht Berisha dhe Rama janë pasqyrat njëri tjetrit, nuk është njëri pa tjetrin. Pikërisht argëzohet, nuk ka bisedë një alternativë të re. Jo me ju lutem. Pse rrëzohet e si rrëzohet? Arlind, unë e kam dalë qëllimisht i kam shkëputur. Do ta themi si mund të rrëzohet Rama apo jo? Për arsye, apo do të themi fare? Jo, po do të themi më çfarë. Jo dakor, a mund ta themi pastaj, jo për çfarë? Sa themi për Ramën, a mund të rrëzohet, mund ta kemi kësaj. Jo, pyetja është, pyetja është si mund të them unë një minutë. Po jo, po. Okej, jo. Po ta mbarojmë te. Mbarojmë te dhe pra themi. me Berishën. Atëre, një sinkron të Berishës ju lutem, po nuk do të jemi shumë gjatë, do mblidhemi javën tjetër prapë. S'mbaron mua be. Nuk mbaron. Sinkron, Berisha nuk Plaçka e vjedhur duhet të kthehet. Kjo është rregulli. Zgjedhjet janë grabitur. Emergjencë është. Zgjedhjet e grabitura nuk i falen kur narkodiktatorit Edi Rama. We change the world. E kemi bërë. Dhe të bëjmë tani e kemi tani më të mundur se kemi shumë më tepër fakte. Ku do thoni ju? Në të gjitha qendrat e mëdha, në Kongresin e Shtetet Bashkuara, Senatin e Shtetet Bashkuara, në Parlamentin Evropian, në Këshillin e Europës, e kemi pa dhe në 91-shin këtë në 2001-shin, këto urime, përveç tjerës që ka dhe interesa për burgje, se kjo është i gatshëm të ashtrojë Shqipërinë në megaburgun e gjithë kontinentit për të marrë mbështetje për zgjedhjet, po kjo dhe kjo nuk ecën. Berisha ka dhënë sinjale që të plota dhe të qarta që nuk ka ndërmend të largohet. Sot që zgjedhjet janë vjedhur, të kthehet plaçka e vjedhur, tha.
Dhe si që ndoqim, a duhet largohet Sali Berisha dhe t'jap rrugë reformimit Partisë Demokratike? Bushati apo e hape? Jo, dy pyetje, një duke besu tek korrektësia e Arlinit. Në qoftë se kryet PD-s, do ishe ti, dhe do ishte një listë ajo jotja. Jo, supozoj. Supozon të. Pra, në qoftë se do të kishte një elitë të re në kryet, sigurisht do A i të fiton. spranoj deputetën i mos. E para, e dyta. La deputet njëri tjetër. Jo, do më thënë, ai e pranon mundësinë e rotacionit dhe duke patur përballë Ramën. Kjo është ajo që unë duhet. Dhe së dyti, mundësia e rotacionit ishte shumë e prekshme në 2021-shin. Gjithë ne e kemi bullizuar Berishën, këtë bashkë. Por aja arriti rezultati më të madh historik të Partisë Demokratike, 622.000 vota, nuk e ka arritur asnjëherë PD-ja. Kurse me Berishën u arrit minimumi historik. Çfarë ka dalë PD-ja në 97-ën? 30, nuk afër 30%, kurse dhe çfarë ka dalë PD-ja në 2017-ën? 33%. Kështu që ne këto janë treguesi qartë që rotacioni është i mundshëm. Ne mund të bijmë dakord për një pjesë të analizës sepse Rama është i fortë, por këto nuk janë të mjafta, ekuacioni analitik ka më shumë variabla se sa ato që ti po thua. Të cilat janë? I theti disa, por unë mendoj që rotacioni është i mundshëm, edhe Arlini mendoj që rotacioni është i mundshëm, por një pjesë e probleme kanë ardhur nga opozita. Tani, ishin më kryesorët? Unë mendoj që ishin më kryesorët. Problemet që kanë shkaktuar këtë. Unë mundova të argumentoj me time, nuk më dha do të kundër argument, thua që... Të dham 2021 rotacioni ishte shumë i afërt. Po nuk u bë, ma po dakord. Nuk u bë për shkak të opozitës. Sa përqind është rritur fuqia inxhinieruese e votës në krahasim me 2021-shin? A është rritur 10 fish, sepse votat janë 10 fishuar? Unë kam tezë tjetër. Në diferencë. Rama nuk ka më projekt për të fituar zgjedhjet. Rama ka projekt për të nënshtruar shoqërinë. Dhe prandaj... Atë ka kohë që ka pas një fillim, atë po bën. Tu, do me thënë, kjo farsa e zgjedhjeve është gjëja më e vogël, por këtu janë shkatruar gjithë kundër pushtetet. Shikoni ç'paçavure është bërë reforma në drejtësi. Shikoni si janë katandisur mediat. Shikoni si janë... Përveç reformës në drejtësi, unë di atë jap dakord për gjitha këto. Jo, po, ne vazhdojmë të natën. Tani, unë do t'ju rikthej dhe një pyetje për Ramën, në fund. Që të kënaqeni të gjithë. A duhet të largohet Sali Berisha, thash, dhe ti su përgjigje, o zot. Ka një nen statut, që është 47.8, që nuk e di kush e ka miratuar bashkë. Ka nen e tha, po ka dhe... Ka miratuar Berisha vetë. E ka miratuar, që thot... Ka dhe e pror, tha. Me shpalljen, jo, është neni statutit, me shpalljen e rezultatit, neni bashkë, me shpalljen e rezultatit nga KQZ-ja, automatikisht kryetari duhet tike dhe s'ka drejt kandidoj. Jo, praktikisht, me statute e sot s'është kryetari Partisë Demokratike. Yllin, më gjojnë sekundë për këtë, se është interesante kjo. Me statute e Partisë Demokratike, a i thot automatikisht, kur zgjedhet ikën nga kryetar. Pra sot Berisha s'është kryetari Partisë Demokratike, me statut. Automatikisht, lueti. Kështu e thot Jo, statuti. thot automatikisht ka një urdhër, tha, që a thamë, se mbaj më të mirë. Për këtë të të është, që të thot? Një gjë tjetër, tha. Ka dhe një gjë tjetër, që a i tjetë kryetari Partisë, nuk bëhet me zgjedhje kjo punë, si që do të bëhe. Po me çfarë bëhet? Me gjykata, ka gjykatë partia, ka një gjykatë që quhet gjykata e garancive statutore, që është kryetare, është Adriana Kalaja. Pra nëse a i duhet të rri apo jo kryetar partia, duhet të vendosë Adriana Kalaja, se është kryetare e gjykatës garancive statutore. Pra neni që thot që a i ikën, Dërgoj nenin... se kush e gjykon statutin? Tani në politikën shqiptare. Po duhet të gjykoj, pra duhet të shkoj të gjykata. Shkata duhet largohet Berisha dhe t'i hap rrugë reformimit të kësaj partie, që në fakt tregoj që këtë ajo votat e opozitës. Pushata është kështu pushat. Kjo nuk ndodh. Me statut, është kështu. Kjo s'ka për të ndodhur, po. Jo, po si duhet ndodh? Po pra, po më pyet... Duhet shkojnë gjykatet. Pushatin pra tani, ta pyesim... Pa diskutim që Saliu duhet tiki, po unë shkoj akoma më tej. PD-ja duhet të shpalli shpërbërjen. Nuk ekzistoj më si parti, dështuam 3 herë, vlla t'i lër, kjo s'ndodhë, kjo është fantascientë. Vetëm Berisha, ha? Por të them, e di ç'a do ndodhi. Por edhe pjesa poshtë nuk largohet. Do shofësh të gjithë Top Channelin, Spakun, Klanin, do thonë për Arlindin se do ngeli ky opozitar kryesor,
sudja me syze, do i vind prokurorë, pra, këtu nuk ka rëndësi është Saliu apo gjë tjetër, më këtu s'lihet Po, por a e mund do Tirana me gjithë to që thua ti thua që nuk e mund as Arlindi as Thash Macronit vimër nuk e mund më. Po varroheni më va. Patjetër, por çfarë hyn zgjedhje këta? Si çajm zgjedhje? Kush? Berisha këta. Opozita. Berisha për Arlindi, pse duhet ty? Berisha për mua. A votove ti vlla, kod pyetje. Partitë e reja. A votove ti? Po. Po pse voton ti kur ti Prit pra, partitë e reja duhet të hynë për një gjë tjetër, për një plan afatgjat. Tjetër. Për moshën që ka Rama, por se dhe një vdesi Rama. Pavarësisht se këtu nuk ka zgjedhje, regjimet bien një ditore. Nuk do bjerë me zgjedhje, do gjendet një mënyrë. Patjetër. Kështu që alternativa duhet mbajt. Unë për këto pozitën që i quaj dështim, nuk i quaj se unë e dje që do umte. E vetëmja e mirë që mund t'i bënte kjo shqiptarve, opozita e PD-s, ishte mos linte këtë shumicën e thjesht. Pra mos jepte dorë Ramës ndroj gjithë to kode ta kapte lehtësisht të theka. Këtë quaj unë dështim të PD-s. Po, a duhet jap llogari ai tash për dështimin? Ore, duhet shpërbëhet, Saliu duhet dorë. Unë shkoj më tej, PD-ja duhet të shpërbëhet. Problemi është këtu. Po zotri po thotë të kthehet tash ke Kjo shoqëri ka nevojë për renditje. Kjo shoqëri ka nevojë për shërbimi më i madh që mund të bëjë. PD-ja është shpërbërja. Po te shehaj, po ti ishe shehaj në krye të PD-s, a mund të imagjinojmë çfarë do ndodhte? Pra është problemi te leadershipi. Ose po t'ishte Shehaj dhe Basha dhe gjithë ata që ikën. Arlind të bëjmë pyetje. Por a ishte Basha. Duhet i iksu aty. A ishte Basha. A e nëzorën spiun të Rusë. Ata thash 2021. Ej, e nëzorën spiun të Rusë. Ata thash pyetje fundit për këtë. Po, e merr Berisha sikur e nëzorën njeri të serbëve. E nëzori vetë Saliu spiun të Rusë. Ai Berisha bëri sikur me Gonigali luftoi atë. Ai luftoi Bashën. Dhe po si pat këto shenja, që këto janë shenja vetëm të regjimeve autoritare, dhe nuk është puna Bash, Berish, Agron, Arlind, jeni në diktaturë, o mblidhni mendje, nuk keni që bëni. Jo, hama mirë. Hapet i horizontit dhe shikoj. Arlind vetëm një pyetje. PD-ja në këtë diktaturë shkoi 46% më burr, PD-ja me gjithë LSI-n. Kurse ky shkojnë 32 më burr tash. Ky është çështja që ne duhet paktën të ngrejmë një opozitë që shkon aty afër. Pastaj hajde diskutojmë ku janë vodhi, si janë vodhi. Po kur një opozitë që është në bisht fare, atëherë çfarë do diskutojmë ne? Se kjo e zhbën fare debatin. Që qasja intelektuale fillimisht është të kthejmë rregullat të barabarta loje për të gjithë. Pra, jo të rregullojmë një të vogël apo një më të madh. Po që ta shtyjmë përpara këtë, duhet kemi një opozitë fort. Sepse nuk ka shtym dot unë ti këtë debat, se ne bëjmë do vazhdojmë ne do. Ne bëjmë muhabetën studio. Sa antipatikësh Agron Shehaj, ne harrojmë djallin tani në dhomë. Okej. Që është ai që prish rregullat. Arlind. Po. Ju tani nuk jeni në parlament. Partia ç'ndodh me lëvizjen bashkë dhe unë kam një pyetje që ka dy pyetje brenda. Do me thënë, lëvizja bashkë, shumë parti kanë lindur Arlind, jeta politike këtu do t'jetë shumë e vështirë. Ti jesh i qartë dhe ndoshta ti je i qartë. Shumë parti kanë lindur dhe janë shkrirë dhe djegur gjatë rrugës. Shuhen, janë shuhetur, vazhdimisht. Ju si do të rezistoni dhe si do të arëzoni, si rëzohet e di Rama? Ta nisë me lëvizjen bashkë. Unë e di që në Shqipëri kanë lindë dhe kanë vdek shumë shpejt parti, madje ka pas parti që kanë lindur të vdekura. Do të kanë tentuar dhe s'kanë arritur asgjë. Ne po e them edhe një herë me pak aktivist, me biciklet në këmbë, ja kemi arritur që për 2 vite e pak parti të zgjedhim një deputet në kuvendin e Shqipërisë. Si asnjëherë më parë një parti e natyrës tonë. Dhe për treguar sa ndryshe jemi ne, shkonin çik tek Parku Olimpik ku po numërohen votat e diasporës. Ne dim që të hënën që rezultati për lëvizjen bashkë nuk ndryshon. Do ne kemi një deputet. S'ndodh as të bëhemi 0, as të bëhemi 2. Jemi aty 10 aktivistë që mbykëqyrin procesin sepse duam që të regjistrohet çdo votë e mundshme për lëvizjen bashkë. Të tjerët që janë aty ose presin për parti një mandat më shumë dhe pasi e marrin ikin, ose janë në garë me njëri tjetrin brenda partisë se kush ja merr shoku shokut.
Ne jemi e vetmja parti, po them edhe herë, nga të gjitha ato që vazhdojmë me intensitet maksimal të mbrojmë dhe të numërojmë çdo vot për lëvizjen bashkë. Dhe kjo do të tregoj shumë edhe për jetëgjatësinë tonë, pa diskutim. Pyetja tjetër, si rrëzohet Rama? Sigurisht, me organizim, me ngritje fryme, por ki parasysh diçka. Rama do të bjerë, unë nuk e di kur, po do të bjerë nga pesha e pushtetit që ka marrë. Nga pesha e pushtetit. A e di pse? Hubrisi, arroganca dhe diçka tjetër. Nuk e ka sot Edi Rama, nuk ka më justifikim. Ylli, sot Edi Rama nuk ka më justifikim. Qa do i thot pensionistit? Akoma do i thot bufi sudja? Bufi ka marrë fund. Qa do i thot pensionistit për pensionin që ka? Çfarë do i thot punëtorit për fakti që është më i keq paguari? Çfarë do i thot shtresës mesme që nuk blen dot një shtëpi në Tiranë? Çfarë do i thot njerëzve që çojnë fëmijët në shkolla, të tjerëve që shkojnë në spitale? Nuk do ketë më asnjë lloj justifikimi. Deri më sot, ai ka përdorur gjithmonë një kartë propagandistike apo ideologjike, pavarësisht gjitha të tjerave që përmendi Andi këtu. Që këtu ka një rrezik të madh, bashkë dhe me ardhin e Trumpit, ky rrezik bëhet edhe më i fortë, se do kthehemi te Sali Berisha. Sot Sali Berisha ka marrë fund. Ka marrë fund politikisht, por nuk ngrihet dot më, nuk e bën dot ti rival edhe sikur duash. Edi Rama do bëj ç'është e mundur që ta ngrej përsëri nga varri politik, po s'doja dal dot më. Sepse rezultati është i tillë që bipesha e pushtetit do krijoj kushtet për ta përmbysur. Kushtet nuk mjafton vetëm bipesha, është detyra jonë pastaj. Historikisht ka ndodhur si lëvizje bashkë të kontribuojmë në situatë. Okej, do të jemi fare pak minuta në Tiranë, vjen samiti, erdhi samiti, po vjen samiti, dhe dhëndri Trumpit, një ditë më pas nesër. Do të më dalemi pak minuta këtu. Sebastian, të lutem, kush ka ardhur tani? Kanë ardhur në orët e vona. Po pra të bjetë gati tani. Se kemi shumë pak minuta në dispozicion. Do të mbahet samiti i Po, Ylli, kemi, sapo kam mbritur edhe presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky, kemi edhe fotot që kam mbritur vetëm pak qaste më parë, është pjesëmarrës në samitin e Komunitetit Politik Evropian, ja kjo është edhe fotoja që kam mbritur presidenti Zelensky. Kemi gjithashtu edhe fotografin që nxorri pak më herët shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen për sa i përket delegacioneve që kanë mbritur në Tiranë, nëse e shohim nga Vjosa Osmani deri tek kemi presidentin e Malit të Zi, kemi komisioneren evropiane, kemi Edi Ramën, Bajram Begajn, kemi Antonio Kostën, i cili ndodhet në kuadër të një turi ballkanik, shefen e Komisionit Evropian, presidentin serb. Pra, ky është delegacioni që ka mbritur deri më tani, Polaku është më tej, dhe të gjithë ky është të janë delegacione, siç e thash edhe pak më herët, pritet mbritje delegacione të tjera, do t'i kemi edhe ditën e nesërme. Sa i përket samitit, ditën e nesërme shumë rrugë të Tiranës do t'jenë të mbyllura, qytetarët duhet marrin dhe masat e tyre. Në orën 10, thuajse duhet kenë mbritur të gjitha delegacionet, në orën 11 është fotografia familjare me të gjithë ata persona që do të kenë mbritur, dhe më pas do të kemi zhvillimet e samitit ku do të bëhen diskutimet. Në 18:30 Ylli, pastaj do të kemi edhe kryeministrin Edi Rama me kryeministrin e Danimarkës, që do të mbajnë konferencën për shtyp, sepse Danimarka do t'jetë vendi që do të presi këtë samit të radhës tjetër. Sa i përket samitit, kjo është takimi i 6, i pari ka nisur në Londër, tashmë është në Tiranë. Në krahun tjetër kemi Ylli, siç e thamë edhe pak më herët, mbritjen e dhëndrit të Donald Trumpit, Jared Kushner. Edhe ai do të vizitojë Tiranën në 17 maj, do të mbajë një fjalim. Agenda e programit është Fjalimin ku do ta mbajë Jared Kushner? Do t'jetë këtë të shtunë në kryeqytet, nuk e gjetëm se ku do ta mbaj fjalimin, por do t'jetë në kuadër të një samiti, jo samit, do t'jetë në kuadër të një punimi që është Invest in a Connected Europe, për sa i përket investimeve. Ai po vjen tani edhe të investoj aty, ku e keni nxjerrë këtu në Sazan, po. Affinity Partners, kjo është edhe sa i përket projektit të tij për investim, është 1.4 miliard euro që parashikohet bëhet. Pra, kjo do të kemi edhe Jared Kushnerin, por gjithashtu edhe lider të rëndësishëm evropian në Tiranë. Sebastian, falenderoj shumë për ndihmën në mbrëmjen e sotme, bashkë ndajemi. Faleminderit. Edhe një shkëmbim kam me kolegët dhe e mbyllim këtë program. Mentor, do të mbahet samiti, thami,
komunitetit politik europian, shpritet ndodhë në Tiranë, çfarë jep Shqipërisë ky samit, a e ndihmon imazhin tonë, çfarë jep? Vetëm për të ndërlidhur me pjesën tjetër të emisionit, ardhja 47 krerëve të shtetet qeverive, madje edhe qeverive dhe shtetet që janë luftë me njëri tjetrin, është burim i fuqishëm legitimiteti për këtë qeveri dhe për kryeministrin Rama, cili është i rëndësishëm për një vend vogël si ky ynë, që ka 2.5 milion banor. Pra, legitimiteti që ta japin këta udhëheqës, që përfaqësojnë ekonomi të fuqishme, është i rëndësishëm, është jetik për një vend vogël dhe për një udhëheqës si Rama. Nëpërmjet këtij legitimiteti, akuzat që bëhen për kriminalitetin, për ndërtimet e mëdha, për kullat e tjera, sikur zvetënohen. Pra, ky aktivitet së pari, po kjo vlen për Ramën, po jo vetëm për Ramën, është burim legitimimi për të. Së dytin pikpamje të Shqipërisë, është rritje e fuqisë ndërkombëtare të Shqipërisë. Është rritje e fuqisë ndërkombëtare të Ramës. Domethënë njerëzit që vinë aty pretendojnë, preferojnë që ta kenë atë si bashkëbiseduesin e tyre, si mikpritësin e tyre, japin certifikat për Shqipërinë për seriozitet, për siguri. Imagjino 47 krerë shtete qeverisht kanë nga mbrapa aparate sigurie të jashtëzakonshme. Pra certifikat siguri. Është operacion imazhi i jashtëzakonshëm. Është kontributi i një vendit vogël në këto konfliktet, në zgjidhjen e këtyre konflikteve që po ndodhin. Zelenski vjen bashkë me Erdoganin. Turqia ishte mikpritëse e një takimi paqe midis ukrainësve dhe rusëve. Pra, vjen pastaj djali dhëndri Trumpit. Dhëndri Trumpit është njeriu që qëndron jo thjesht mbrapa atij investimit në Sazan dhe diku tjetër, edhe në Serbi. Edhe këtë nga bota arabike, ky ishte që Ky qëndron mbrapa vizitës Trumpit. Dy vendet Trumpit, të cilin Amerika nënshkroi kontrata me vlerë mbi $1 trilion. Pra, nuk i bën i zoti drejt për drejt, po dhe Dhëndri merret me punën e gjithë. Ishte dhe i biri në Serbi, Arlinte të gjitha para pak. Si këta tanë dhe ta. Edhe këta tanë, po këta tanë dhe bëjnë gjërësisht dhe punë. Po edhe presidenti Trump, do me thënë, ka natyrë më të hapur bushat, që operon në këtë mënyrë, ndërkohë që po vinë erën gjithë ta 47 ishin këta, doktori iku në Bruxelles në një mbledhje. Që të denoncoj atjes të Parlamenti Europian. Të denoncoj ata kanë ardhur këtu në fakt, por ndërkohë edhe kështu, se kështu do të Arlinte, se ti busqeshore. Po për shembull një nga njerëzit që uroj më shumë për këto, që kam ndihmuar shumë, tha, për zgjedhjet ishte edhe Erion Velia. Tha, doli bëri deklaratë. Tani status të zgjeruar, që thoshte të kontribuova thosh në këtë punë të gjitha. Edhe kjo tani doktori ka ikur këte për mbledhje tjetër, do është e rëndësishme dhe ajo. Po Dhëndri tani vallë bushat ti si e kuptove këtë gjë. Edhe Sevin edhe ardhin e Dhëndri që vjen një ditë më pas. Dhëndrin apo këta të gjithë, edhe Evropi edhe Dhëndri. Dhëndri vjen një ditë më vonë. E di çam kujtoj mua ajo çadra që do i presi ata atje? Shumë vite më parë e ngriti Kadafi çadrën mes Paris. Kam qenë unë aty. E ngre kudo e ka ngrit edhe në New York. Pra, vinte çadrën ai. do me thënë. Simbolike, jo aq të madhe, se unë kam qenë te e madhja. A është kjo pastaj që thot mentori që Kadafi fitoi për kraje ndërkombëtare se pritën në pallatin Elize me pompë të madhe? Shqipëria po hyn bëhet tani para Serbisë, para Malitzi, para se këto është zhvillime që janë rreth janë na përfshinë, pavarësisht se s'do ti shikosh. Me Edin po janë nuk më duket sikur po hyn. Me Edin po hyn. Po hyn Shqipëria, nuk ka lidhje kjo me këtë. Shpeshherë dhe diktatorë dhe autokratët, bile edhe Enveri ka bërë ndonjë gjë të mirë për vendin, e kupton, kështu që ky është kuptimi. Pra nuk mundet për shkak të aversionit ndaj Edit të them s'është bërë kjo gjë. Kush gjë për shkak? Integrimi europian i Shqipërisë është me rëndësi strategjike. Kjo do thotë që ne nuk do të jemi të shantazhueshëm nga Serbia, nga Greqia, të cilat na shantazhojnë aktualisht. Kjo është me rëndësi, pavarësisht se për ty mu duket e parëndësishme, Jo, kjo është shumë e rëndësishme. Edhe certifikate për modernizim administrativ publike, të kadastrës, ndihmat për bujqësinë janë të rëndësishme. Dëgjoj, nuk ndahemi se ana duhet BE-ja. Ndahemi për faktin a i besojmë fabulës që me Edin shkojmë në BE, apo jo,
Për këtë po debatojmë. Këtë nuk e di, ata ja dhanë certifikatat, e uruan para se KQZ-a të shpata rezultat zyrtar, qofse vure re. Edhe Berisha reagoi për këtë, edhe kritikët e tjerë të Ramës. Unë thua se po midhesh deg më deg. Jo, kjo është rëndësishme. Më the që ky po na afron me BE-n. Mua nuk më rezulton, po kjo Se ky është në pushtet tani, po të ishte Arlindi, mund të qonde Arlindi, po tani është ky. Po edhe Arlindi po të ishte me këtë performancë, nuk do ishim më pranë BE-s, këtë po të them. Po duhesh ta shikosh. Ty të duket që s'është, por është sepse kanë ardhur mbështetje, kanë ardhur dokumenta, janë çelur kapitujt e negociatave. Janë tregu sprekshëm ato. The diçka për certifikimin e administratës publike. Jo për certifikimin, thash. Hyrja në BE është modernizimi i shtetit shqiptar. Është hyrje në një proces në cilin ata do të thonë. Po që ne po avancojmë apo jo? Sigurisht. Po avancojmë. Në disa aspekte po. Po, di çfarë më bën përshtypje mua, me që ishim të administrata. Domethënë, unë nuk e di në cilën kohë ka pas kaq shumë presion ndaj punonjësve të administratës. Po si mund të hyjë Shqipëria në Bashkimin Evropian me merit, kur në punë si thjesht i administratës është i kërcënuar, kur në punë të lartë administratës kanë braktisë punën prej muajsh, edhe punojnë si patronazhist gjithandej në qytet. Një dhënë interesante. A e dini ju që unë si kandidat për deputet, kam një muaj që nuk marr rrogën si pedagog. Sepse më thuhet që ti, ndërkohë që je kandidat, dhe si unë disa tjerë në lëvizjen bashkë, nuk mund punosh si pedagog, sepse mund ndikosh studentët e tu. Ndërkohë që administrata e lartë publike është e gjitha kokë e këm në punë si civil, ca me hire, ca me pahir, duke punuar për partinë pushtet, nga 16 orë në ditë, duke marrë pagën, duke marrë lekë në dorë, duke marrë gjithçka, dhe ne nuk mund të themi që ky realitet nuk ekziston. Po unë dua që Shqipëria të bëhet sa më parë antare e BE-s, por nuk mund të themi që ky realitet nuk ekziston. Nuk mundet me që kishin të legitimiteti. Nuk mundet që legitimitetit na mungoj nga brenda dhe ta kërkojmë nga jashtë. Ai samit shumë mirë që ndodh. Ai samit shumë mirë që ndodh. E të ndodhshin sa më shumë. E Shqipëria u fut në Bashkimin Evropian një orë më parë, por legitimiteti duhet vi nga brenda. Nuk mund të jetë legitimiteti çrëndsi ka, çfarë mendojnë njerëzit këtu, rëndësi ka kujt ja shtrëngova dorën unë sot ndark apo nesër në drek. Për shoqërinë tonë duhet të ketë shumë rëndësi ajo që qeveria bën ditë mbas dite për gjithçka, nga ekonomia, te struktura sociale, arsimi, shëndetësia e kështu me radhë. Pra, samiti tani do zhvillohet nesër, ha? Kemi bllokime gjera? Dhe ju në vrasë në shtëpi nuk dal fare nesër, po kemi bllokime bushate gjera, ndërkohë PD kishte njoftuar dhe protest për samitin. E vetmja gjë që mua më pëlqejnë to samite, Giro d'Italia këto, se bëhet Tirana jetueshme me këmbë. Jetën mirë. Të duket vetja qytetari këtij qytet me makinë. Edhe PD-ja do bënte protest, po nuk ka dhënë lej policia. Ulesh e kollaj në Berisha në Bruksel apo? me këmbë. Në pjesën ku ndalon makina, në pjesën tjetër pastaj është Kthehet me njerë. xhungël se mbyllen. Protest të vogël ta bëjnë edhe aty. Dgjoj. Ti kupton që me kë, sidomos nga vizita e Kushnerit, Për mirë besoj do vinë. mirë gjithçka. Tani të Shiko, unë kam një gjë për mua, unë nuk e se marrë vesh shumë nga këto marrëdhënie ndërkombëtare, po mua më intereson më shumë se imazhi, më intereson realiteti i vendit tim. Sigurisht imazhi ka rëndësinë e vet, po. Na intereson realiteti, por realiteti kur ti kuron imazhin me imazh duhet lexohen. që të Perceptojmë. Është E diti atë kam përmendur një dy herë. Ta them edhe një herë, dikur E ka thënë televizor. kur jetonin të dy edhe këtu në televizor e kam thënë, pasi bëri shpikjet më të rëndësishme Emanuel Kanti, i shkruante Airi Hajnes, poetit babait poezisë gjermane, dhe i thoshte i dashur mik, bota, ajo që na rrethon nuk është ajo që shohim ne. Ne shohim atë që percepton truri ynë, mendja jon. Edhe e drama mo. Ka mënyrën e vetë të parit e të gjithë, Saliu të vetën. Mirë po tani, kur kanë edhe mënyra të çuditshme të parit këta, Edi Rama, Saliu tani në kohët që jemi, në kohët demokratike, të quajtura demokratike, po mere me mente dhe vështrimin që kështë shohën Verdi kur, apo tjetri, dhe këto vështrime ne, si pas perceptim, si pas mendjes që kemi, Arlind dhe vjen ndodhin gjërat që ne shikojmë ditë e natë dhe do vazhdojmë të i perceptojmë dhe të i ka flasim. fuqi dhe të bindin që ajo që shohin ata është e vërtet. Të bindin që shikohet ti si pas shikimit tim. Shikimi im është shikimi i vërtet. Të ndërruar të shikues, tu ishim, ne do të ndjekim dhe samitin e gjitha nesër, pas nesër e gjitha vazhdojnë dhe fjalimin e dendrit, me gjitha do të, dhe tani,
Bitën e do të bisedojmë përsëri për të gjitha problematikat dhe për zgjedhjet dhe të gjitha, si përfunduan ato fare, kanë përfunduar, po si u formalizuan e të gjitha, votat greke do numërohen në votat e Greqisë apo jo fare? Të numërohen pa tjetër? Do numërohen. Së mund të lijem pa numëruar, thoj. Faleminderit shumë, faleminderit, Arlind, faleminderit, Bushat, Mërtir, Nazarko, faleminderit shumë. Pra, takojmë javën e ardhshme. Faleminderit edhe ju, ndihmuat të gjithë. Natën e mirë.